Kristiana Filip, mirë se Përshëndetje. erdhe në Gogo.al. Mirë se ju Na ke gjeta. ardhur sot me ngjyrën e flamingos. E kam timen, po flamingo tani e ndajmë bashkë. E ndajmë të gjithë, e kemi të gjithë tonën. Po. Ke qenë një nga të reja shumë aktive në fakt, lidhur me mbështetjen që ke dhënë protestës. Ke dalë? Na rrëfe tani, na trego. Unë kisha një shkëputje të plot nga realiteti shqiptar në përgjithësi dhe veçanërisht realiteti politik shqiptar. Mirë ke bërë, me thënë drejtë. Kjo ishte nevojshme për shëndetin tim mendor. Po. Pasi isha shumë e përfshirë edhe si studente, pastaj ishin periudha depresive, anksioze kur ti ndihesh i pafuqishëm përkundrejt realitetit shqiptar dhe unë zgjodha një shkëputje të plot, krijova një flusk shumë të mirë. Po pastaj ishte kjo që po ndodh, jemi ende në po e quaj revolucion edhe pse është fjalë e madhe ndoshta dhe mbetet analiza ime e radhës. Ishte për mua e parandjer, edhe se s'kam që ta përdor shumë fjalën parashikuar, po edhe zot ngjaj shumë profetike. Në krye të vitit unë kam bërë një prezantim për energjitë e 2026-s dhe kam një slide që thotë koha për revolucion. Lidhja është ende gjallë, ishte lidhja e prizrenit një grafiti që kam në lagje, edhe drums, ato që daulleve që ju bien çdo ditë në shesh, po. Edhe kur kjo u manifestua, për mua ishte realizim ëndre, literalisht ose vizioni. Ditën e parë fare që është bërë protesta për Zvërnecin specifikisht përballë Ministrisë të Mjedisit. Ishin vetëm 30-40 veta të shoqërisë civile, shumë e njohur, ambientaliste, po. Që për mua e kanë profesion protestën. Kështu që unë nuk e quaj që janë zgjuar njerëzit edhe po ndjejnë që është prekur diçka. Jam kthyer në shtëpi duke qarë atë ditë. Sepse ishte zemërthyese, domethënë niveli i reagimit. Zotria që u troq pas sa ditësh, ka qenë shkëndia e vërtet, që pastaj pati atë zime kolektiv që ne pam gjithsecili veten tek ai. Dhe unë e gjeta veten të mrekulluar pastaj nga çfarë ndodhi në shesh. Kam qenë rregullisht, sepse më rastisi që më përpara kisha bërë plane ato kohë që isha dhe jashtë Shqipërisë, po kam qenë çdo ditë që kam qenë në Tiranë, kam qenë edhe në shesh. Në nivelin politik në Shqipëri kishin ndodhur dy ngjarje më përpara që kishin qenë të papritura për ne, që ndjekim politikën rregullisht, si për shembull arrestimi i Metës, po ashtu arrestimi i Erion Veliajt. Dhe kishin qenë ca ngjarje që kishin na gjetën në befasi, pra në kuptimin që nuk mendonim që do ndodhnin. Po protesta ishte tjetër gjë. Ishte si ke parti nga brenda, si çfarë elementësh të kanë bërë përshtypje? Mendoj se ka dy dallime thelbësore në këto llojet e shkëndijave ose surprizave që kanë marrë njerëzit. Për shembull, unë të parat s'kam ndier absolutisht asgjë sepse më vonesë më kanë ardhur lajmet. Më kanë ardhur shumë vonesë ato lajme. Aq të mirë e kisha mburojën. Sepse aty jemi në një funksionim deri diku institucional që është pothuajse i papritur në Shqipëri tashmë. Pra bëra një drejtësie që ishte drejtësi. Domethënë është rrugë gjatë deri te drejtësia, se ti e di më mirë se ke studiuar drejtësi, por flas një reagim i drejtësisë, le të themi. Kështu që në atë sens për mua ishte përfshihen gjithë faktorë gjeopolitike të tjera. Nuk më interesonte shumë të jem e sinqertë. E di që janë lojra brenda të njëjtës dore shau çfarë luajnë atje. Këtu është ndryshe, sepse këtu pavarësisht gjithë teorive konspirative, po dhe jo, që lidhen me protestën, këtu është zgjim qytetar. Këtu janë zgjuar njerëzit, aty ka një frym protesta. Edhe në këtë unë e mbaj mend ditën e parë, unë kam qenë me këmbë të dëmtuar. Dhe sa e pash protestën që po vinin nga sheshi, unë isha ndërkohë po vija nga Tajvani, ja kam futur rapid me këmbën e dëmtuar sepse të tërheq fryma. Edhe këtu është dallim shumë i madh. Është tjetër gjë që mund të ketë disa shkëndija apo burst in the bubble që thuhet në anglisht, mund ka disa shpime në atë realitetin politik. Është tjetër këtu është një përtej shpimi, këtu është çar një fluskë e madhe, siç u çaj edhe literalisht fluska ime që u angazhova pastaj. Dhe ka rritje të vetë dijes ose zgjim. Disa e thonë dhe zgjim shpirtëror këtë që po ndodh. E mban mend kush të tha, hajde se do shkojmë protestë ose i the ti, u the ti mbase miqve të tua, si ndodhi ai momenti? Nëse e mbaj mend mirë, unë thjesht jam rastisur në median sociale me postime PPN-s në lidhje me Zvërnecin. Ishte bërë thirrja për daljet e përballë ministrisë mjedisore, ke fjalën, po. Nuk është as indiqja, se unë nuk e njoh se ka media time sociale, unë ndjek zero njerëz, por ma kapi algoritmi, duhet ta shikoja. Do flasim pak për algoritmin, po pak më vonë, po. Duhet ta shikoja, edhe ndoshta thirrën për të dalë te Ministria e Mjedisit ishte, nuk kishte nevojë të flas për këtë protestën që filloi të merrte përmasa në vazhdimësi të ndjekjes të situatës në Zvërnec ishte ajo. Domethënë
plotësisht nëpërmjet media sociale. Ishe në Shqipëri aso kohë? Më duket se ditën e parë nuk kam qenë, tani e kam pak të vështirë ta kujtoj. Prandaj thash kur erdha e kam ndjekur me vrap. Po se u bën shumë ditë, U bën shumë ditë, 76, po patjetër. 77 sot. Dhe unë nuk e mbaj mend kam qenë te e para apo kam qenë te e dyta ose e treta se isha në Spanjë ato ditë. Ishte një udhtim që as nuk anulloja dot, plus unë isha xhan në udhtim. Dhe nuk e mbaj mend isha në ditë e para apo jo. Kështu që mbaj mend të parën fare, që thashin shumë pak veta, pastaj mbaj mend që kur unë jam kthyer, sheshën e kam gjetur me 10 mira. Edhe ishte e mrekullueshme. Unë sugjeroja, kam reelsat i kam në Instagramit tim personal, ka njerëzve nëse keni sëmundje, shkoni në shesh. E kuptoja si energjetikisht, ajo frymë ishte shëruese. Po e krahasoja me eksperienca të mia mistike, le t'i quajmë. Ose në vende të shenjta, që ishte një të lloj përjetimi energjetik, domethënë që ngriheshe në vetë të dije, që mbusheshe me dritë, me shpresë, me frymë. Edhe në këtë sens po se ka shumë dimensione në fakt. Dhe është bërë shumë komplekse, po flas veçanërisht për ditët e para. Po. Është komplekse sepse ka krijuar sensin e komunitetit aty. Po. Sensin e përkatësisë, nga ana tjetër shumë njerëz në vështirësi ekonomike janë ndihmuar. Në hapur disa GoFundMe, sepse në Shqipëri reagim shumë shpejt qytetar përsëri. Po, Kristiana është vetmja mënyrë që ti të arrish të përballosh një situatë shëndetësore apo një vështirësi ekonomike, dhe kjo fal solidarizimit të gjithë shqiptarëve, jo vetëm atyre në shesh, se shumë të tjerë kanë përshtypjen që e përcjellin dhe janë dakord, edhe pse s'munden dot të vinë në shesh, po për shembull dje pash që diaspora kishte ardhur. Si t'u duk ty dje? Ka një lloj elementi ndoshta pak shesharak për të tjerët, po shumë normal për mua. Unë punoj rregullisht me diasporën, edhe unë jam në grupet e diasporës. Po. Madje unë nuk jam në grupet e protestës. Po e themi që kemi ftuar si përfaqësues e diasporës këtu. Edhe më duket se si mbetet qefi po ta thuash. Edhe nuk jam në grupet që diskutohet lokalet, jam ironikisht në grupet e diasporës. Edhe nuk ishte, jo vetëm si ishte surprizuese në sensin e prisja, po prisja ishte derdhja me tepër njerëz. Mendoj se do ketë më shumë sot nesër, nuk e di në vazhdim. Po, në vazhdimsi. Në fakt periudha më e vështirë ka ikur, ka kaluar periudha më e vështirë kur protesta mund të psonte ndoshta një lloj jo shuarje, por një thyerje. Po. Sepse kanë qenë ditë sidomos 2 javët e para të gushtit ku njerëzit mund pushonin, nga ana tjetër protestuesit që dilnin për ditë ndoshta mund përjetonin një lloj lodhjeje aty. Diaspora tani vjen, se ne e dim se sa e lidhur është diaspora me Shqipërinë. Këtë do shpjegoja që përveç frymës lokale këtu dhe përveç njerëzve që edhe këtu dëshirojnë të vinë, por nuk janë fizikisht, ka një, sa e njoh unë historinë shqiptare apo të paktën realitetin modern së fundmi, një përfshirje të paprecedent të diasporës së jashtme me çfarë po ndodh në Shqipëri. Dhe unë madje e përdora si paralelizëm edhe me Gjergj Kastriotin, ndoshta bëra pak ekstra, po si ata që janë në mënyrë të qëllimshme ndonjëherë, dhe me këto agjendat që mund të quajmë agjenda shpopulluese, që janë larguar, janë në fakt ata që janë angazhuar shumë, dhe unë e di punën në prapa skena të diasporës, që është si në dinamika ligjore, edhe në domethënë mbajtjen e këtij shpirti të gjallë, përveç se janë marrë bileta ka njerëz që janë në Kanada dhe po marrin, po vinë dyer brenda verës për të qenë në protestë. Kështu që dhe mobilizim në qytete të ndryshme, pjesëmarrje me nënshkrime me krijimin e nismave qytetare apo referendumeve, të gjitha këto kanë qenë nisma jo vetëm të mbështetura, apo dhe të iniciuara, të filluara nga diaspora. Prandaj ka qenë shumë aktive dhe për mua ka qenë dhurat. Unë nuk ja heq kapelen asnjëriu si shqiptarëve që janë në Shqipëri dhe e luftojnë luftën këtu dhe janë çdo ditë në shesh. Gjë që as unë s'e kam bërë, kështu që kanë respektin tim të plot. Ata që ndrestarët, por padyshim diaspora ka qenë aktore shumë e rëndësishme dhe kjo në mënyrën e vet është e paprecedent. Do thoja unë. E tham pak më parë që ajo tërhiqja zvarr, sikur e derdhja të gotën, e mbushur plot me gjitha arsyet, po jam kurioze di ti vet, si e shikon, pse ndodhi gjitha kjo që ndodhi? Tani po flasim në pikpamje racionale, krejt racionale, do të flasim dhe në pikpamje që ti ke qef të flasim. Më duket se ti kuptove nga shikimi im që i kuptej. Thash, do me thënë, mos më të shoh atje, më qëndro këtu tani, më qëndro këtu. Si gjykon ti se e ke analizuar dhe ke thënë ndoshta racionaliteti edhe duhet të vënë përfund përballë kolektives, kësaj energjisë kolektive, frymës kolektive, po. Unë nuk jam politologa, kam qenë gjithmonë, domethënë unë jam juriste, kam studiuar ligj 7 vite, kam studiuar edhe pak, le të themi, mendim politik atje. Nuk
nuk e ndjek politikën dhe në këtë sens nuk dua të marr përsipër ndonjë mendim shumë të mirë artikuluar apo të mirë arsyetuar politik. Nuk mendoj se duhet shumë mend që në Shqipëri të kuptosh që ka një ezaurim të çfarë do në shumë spektra, në shumë fusha të jetës, të pakënaqësive, të padrejtësive, se pakënaqësitë mund të jenë subjektive, po padrejtësi me të cilët haset qytetari, ato aferat korruptive, mungesën e një zëri të mirëfillt opozitar, domethënë dhe shumica e shqiptarëve nuk ndjehen të përfaqësuar nga politika, jo vetëm në kontekstin e kakëve politik që praktikisht nuk ekzistojnë e majtë e djathtë, por edhe nga ajo që ofrohet individët që janë si opozitojnë, shpikajnë fjalë. Bëjnë opozit. Po pra, domethënë si mbajnë i kërkojnë llogari pushtetit, pikërisht. Edhe kjo nuk përveç se mungon në politik, mungon pastaj edhe në media, mungon në drejtësi, në të gjitha ato që janë pilarët, kolonat e demokracisë. Kështu që duhet vetëm fare pak. Pse tani pra? Tani kjo është pyetja. Edhe kjo është pyetje që bëjnë zakonisht ata që edhe anatemojnë protestën, që qysh tek se ja këto halle kanë qenë këtu, shne tani. Gjithmonë ka një vend ku nuk mban më ujë pilafi, thot populli. Kështu që kam përshtypjen thjesht s'mbante më ujë pilafi, kjo duhet të jem duke bërë atë zhurmën. Jo, mos e vri mendje. Kam përshtypjen thjesht nuk mbante më ujë pilafi në kuptimin e përgjithshëm si mund ta mendojnë njerëzit apo ku diun se çfarë thon analistët, duhet të them parashtestu që unë nuk kam ndjekur absolutisht asnjë analizë nëpër media, kështu që jam si mendoj unë këtu, ose çfarë jam ekspozuar pak me median sociale. Unë nuk e konsumoj për 15 vitesh, s'kam televizor, median tradicionale. Dhe nuk e humbur ndonjë gjë të madhe me thënë drejtën. Nuk ndjej që të kem humbur absolutisht asgjë. Mendoj vetëm se kam fituar nga kjo gjë. Ta thot njëri që e ndjek dhe për shkak të punës së është detyruar, po që dhe unë ndiqja vetëm kur isha studente ligji, sepse studenti i ligjit duhet të jetë i azhërnuar me realitetin e ligjbërës në Shqipëri, paktën. Kështu që atëherë isha pak më angazhuar. Minimalisht shikoja opinionin të Blendi Darkave. Që studente unë kam thënë nuk e kam fizikisht në shtëpi një televizor. Kështu që nuk e kam iden çfarë po thuhet në media, pse ka nisur tani. Nga mënyra, ndoshta duhet të përdor këtë moment për të thënë që pas studimit të drejtësisë dhe gjetjes të një praktike ligjore që nuk ishte lidhje me sensin e drejtësisë kur e ke studiuar në kontekste idealiste siç e kam bërë unë. E gjeta veten që ku vazhdove atëherë unë kam studiuar 5 vite master të integruar me profilizim kryesisht biznesi te Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Dhe pas atij masteri kam bërë masterin e dytë në Universitetin e Cambridge përsëri në të drejtë korporate. Është si MBA për ligj. Jam kthyer në Shqipëri, kam bërë punë ligjore për 3 vite, 2 vite gjysmë në një studio ligjore që e quajta, unë mendoj se e them me shaka, po s'është as me shaka, që vetëm arsye që u bëra 7 vite ligj plus 1 vit avokatin, ka qenë të shpëtoja Vlorën, sepse dosja e parë, ditën time të parë punës dhe ajo që përfundova punën pastaj u largova, ishte arbitrazhi i Bashkisë Vlorë në ICC në Paris, që kishte në lidhje me implementimin e kontratës për parkimin në qytet. Dhe ajo ka qenë gjëja që mua më mbajti të lidhur në atë studio, me atë punë, me punën ligjore në studio ligjor. Si arbitrazhi pastaj? E fituam. E fituam, të paktën ishim një grup shumë i mirë jurisësh, ishim sigurisht. Ju përfaqësonit Bashkinë Vlorë. Dhe nuk e di si ka vazhduar statistikisht. Po t'jen të zgjuar këta të ofertojnë prapë se ka arbitrazhe të tjera. Shqipëria për aeroportin e Vlorës. Unë marr rregullisht oferta pune ligjore dhe kam 3 vite që u them jo. Ndonjë marrëdhënie më tepër se një në muaj, kam 3 vite që u them jo. Nuk e di nëse do ndroj mendje, po ende jo. Dhe e kemi fituar, prandaj them, nëse duhet të bëhesh 7 vite juriste, duhet të bësh aq fitonte arbitrazhin Bashkia Vlorë, që nëse humte kishte faliment si bashki. Dhe pastaj unë i kam thënë mirupafshim praktikës të ligjit në atë mënyrë, krijova platformën e parë, mund të them në Ballkan, teknologjisë ligjore, që tani njerëzit kuptojnë pak nga ChatGPT, apo kjo ishte para ChatGPT-s, automatizimi punëve ligjore. Edhe kam shkuar nuk u bë tani për mua, po. Kam shkuar ishte për ty, kjo bisedë është për ty. Kam shkuar në Silicon Valley, jam ekspozuar dhe kam punuar me ekosistemin e inovacionit, u ktheva, u përpoqja të integroj me atë që është ekosistemi i inovacionit këtu, por unë në një vit e quaja të ezauruar të njohur të gjithëve dhe e të themi që nuk e gjeja frymën inovatore apo të ishte mjaftueshëm emocionuese për mua, e kam pak që duhet të jem e përfshirë emocionalisht në punën që bëj. Edhe disa e quajnë krizë këtë, disa e quajnë zim shpirtëror, pata një të tillë. Dhe nisa të studioj shumë gjëra, shumë gjëra që nuk di t'ju them emrin publikisht tani, por ajo që rezonoi për mua si një gjuhë që kujtohej ishte gjuha kozmike. Njerëzit i thonë astrologji dhe unë astrologji them, por kanë një paragjykim për çfarë është astrologjia.
Dhe 5 vitet e fundit unë kam studiuar edhe praktikuar astrologji. Dhe edhe pse disa nuk e kuptojnë këtë kalimin tim, unë ju them unë studioja drejtësi, dhe studioja ligjet njerëzore, dhe unë studioj drejtësi dhe ligjet hyjnore. Unë nuk kam dal nga fusha. Thjesht kam shkuar ku ajo është e drejtë dhe nuk ka subjektivitet njerëzor. Do të thënë ka në kontekst interpretues, por jo në kontekstin çfarë ndodh në kozmos, nuk ka fuqi asnjëri prej nesh. Kështu që në kuadër të kësaj të dytës, unë kam shumë të qartë pse kjo protestë ndodhi tani. E kam bërë disa analiza që mos gabofsha dhe ti ke lexuar dhe kam dhe një analistë të tretë që është në mendjen time po shkarkon në gishta, siç them unë. Edhe i kishte ardhur koha. Dhe thash unë në krye të vitit gjithmonë bëj një analizë energjetike të vitit në vazhdim. Nuk kam asnjëherë thash pretendime parashikime, kështu po shikojmë çfarë janë predispozitat arketipit kore, kështu i përqasem unë astrologjisë, pak me natyrë jungiane psikologjike. Dhe kisha një slide që ishte koha për revolucion. Ishin atje gjithë komponentët që unë tani po i shoh në shesh, flamingoja më mungonte, këtë vizion nuk e pata. Por që elementi roze kisha sepse e kam timin kështu në përgjithësi në prezantima. Dhe për mua ishte një gjë e pritshme, nuk e prisja të vinte fillimisht në Shqipëri, ne kishim marrë një shkëndisi kolektive njerëzore me Nepalin vjet. Edhe Shqipëria tani është e dyta që madje në rrethet astrologjike unë nuk e dija që do vinte dita, se unë e kam studiuar plotësisht 100% me mësues sigurisht jashtë Shqipëria. Tani ne jemi shembull, jemi domethënë atë që them unë astrologji e jetuar. Shqipëria është bërë astrologjia e jetuar dhe për mua është shumë bukur se në këtë sens më përfshin kolegët dhe mësuesit ndërkombëtar në realitetin tim. E di që do të më çosh më një herë te astrologjia, po duro, mos më ço kaq shpejt, sepse di çfarë do të pyes. Më the pse tani edhe unë normal, do ta thuash dhe do ta përmendësh arsyen, po unë vetë kam vëre shumë të rinj nga jashtë që erdhën në protestë, se po ta vjere, shikoje fytyra që ti nuk e shikoje shpesh në Shqipëri, dukeshin që ishin shqiptar, patjetër, por që u vure që shumë të rinj që studionin, ndoshta jashtë, qëndronin, punonin dhe erdhën. Ti si e shpjegon këtë mbështetje që apo kjo është në kuadrin e kësaj mbështetjes që dha diaspora në përgjithësi? Mendoj se gjithë mënyra si është organizuar shoqëria tani, disa që ardhen si pasojë, po i quaj agenda jo dashamirëse, disa të tjera janë efektet anësore të atyre që nuk parashikoheshin. Njerëzit që shkuan jashtë janë ekspozuar me demokraci më demokratike, po i quaj. Pra me funksionime të mirë të shtetit, kanë edukim më të mirë, edhe në këtë sens kanë pritshmëri edhe pretendime edhe për çfarë lën pas në Shqipëri, mos harrojmë që dikush edhe pse shkëput jetën ka pas familjen, mund të ketë prona, më thënë ka interesa që i mbeten në tokën më përveç elementeve emocional që mund ta lidhin me Shqipërinë. Dhe në këtë sens kanë vrarë frikën ndërkohë sepse janë të kushtëzuar, kanë shumë pak ndonjëherë për të humbur, se i vjen ajo puna çfarë kanë për të humbur, se ka qenë një diskutim ditëve të mjaft fundit, ka njerëz që pretendojnë që ne që dalim në shersh s'kemi gjë për të humbur. Mua është sharaka, por në këtë sens personat jashtë e kanë bërë tashmë një hap shumë të madh kurajos. Kjo do të thotë pjesa edukative edhe emocionale së pari dhe absolutisht media sociale, sepse të gjitha ata, si dhe unë, jam e bindur nuk është se ndjekim, mos i emërtoj tani, mediat që shohim në kur lëviz pultin e televizionit, jemi të lidhur nëpërmjet media sociale, edhe atje ka sado që kontrollojnë algoritmit, sepse ajo absolutisht ndodh, apo manipulohet, është shumë e vështirë të manipulohet dhe në këtë sens ne jemi shumë të rjetëzuar në mënyra që një sistem tani nuk na thyen dot aq lehtë dhe nuk bën dot një kontroll, një lloj siç i bën një media e centralizuar. Kështu që të gjitha këto komponentet, mirë edukimi, komponenti sentimental, edhe komponenti i rjetëzimit, mendoj që ishin ato që e bëjnë shqiptarët jashtë të përfshirë shumë konkretisht, domethënë, jo as në abstrakte. Rama u vu në vështirësi të jashtëzakonshme sepse për herë të parë Kristiana ne kemi ndjekur Ramën prej vitesh për shkak të raportimeve, po me shumë kujdes, dhe kishte qenë gjithkohën lideri. Pra i drejtonte narrativat, drejtonte propagandën, drejtonte me çfarë historie do merrshin shqiptarët sot në darkë, në Top Channel, në Klan, në Opinion, kudo në për këto Top Story etj. Po që e hera e parë që nuk po e bënte dot më. Më duket se ndodhe një efekt bumerang. Ka njerëz që pëlqejnë fjalën karma. Prapë më çon aty. Jo, unë madje e shmang shpesh të fjalën dhe pse kam të përditshmërisë time, por që është efekt bumerang që pikërisht diçka që
Do ta çoj, nuk është e pamundur. Un kam një shprehje që çfarë what resist persist, tani do përpiqem ta përkthej. Çfarë ajo që ne rezistojmë apo drejt cilës përpiqem të kemi më tepër kontroll, është pikërisht ajo gjë që na kthehet prapsht apo vazhdon në kontekstin më afatgjat. Edhe është rasti konkret që ajo që ai pretendon të kontroll të plot, se luftoi gjatë, luftoi me domethënë krijoi një aleancë me mediat kryesore, pra me këto që quhen mainstream media. Aleancë që në fakt u hodh në kosh, se kryeministri ka pas qef të thot mediat janë kazan, por në fakt kjo aleancë e çoi për tek asnjë lloj produkti, pra s'pati më monopolin, megjithse shenjat që ai s'kishte më monopolin e informacionit kishin qenë të dukshme, sepse po të shikosh investigimet më të rëndësishme apo po themi vigjilenca që mediat dhe gazetarët të rëndësishëm kishin dashur të jepnin shoqërisë për të qenë sy hapur drejt vendimarrjes politike kishin qenë kryesisht nga mediat online, portale që nuk kanë qenë të kontrolluara brenda këtyre aleancave që ne po flasim, sepse fondet e financimit kanë qenë kryesisht nga ambasadat e huaja apo institucionet të Bashkimit Evropian dhe kontrolli mbi to nuk mund, pavarësisht se mund kishte ekziston tek tuk, nuk mund të flasim ne për gazetari ideale, po kur financohesh ke kontroll. Në çdo gjë financohesh është dhe kontrolluesh. Patjetër. Por ama ka hapur sa doli te protesta, ishte hera e parë që ndodhi që ai doli, kryeministri doli krejt blof dhe zbuluar. Dhe filloi pastaj të ndiqte të fliste për influencerat, nuk e di të kujtohen ato ditë sepse ka shumë rëndësi me kujtu edhe kronologjinë se si më kujtohet, po ma bën shumë të vështirë mos përdor gjuhën time. Përdore tani ke lejon përdore. Jo, më kujtohet do kaloja te Ujori dhe Plutoni në Ujor. Më kujtohet sepse përsëri në kuadër gjërave që kam thënë, un kam thënë para 2 vitesh vet. I kam dokumentuar në median time sociale që ka ardhur koha e vdekjes të influencerave, kam thënë. Dhe në këtë sens, influencerat janë pjesë e procesit, një lloj siç është kryeministri. Kryeministri harroi pjesën që ai vet po vepronte si influencer. Kështu që të gjithë këta ata që ne themi në anglisht janë under scrutiny. Janë domethënë po gjykohen, po vlerësohen, edhe do vdesin në mënyrë, unë e përdor për në mënyrë figurative, literal, se më vjen në anglisht, jo literale, por që meqenëse që atë si asnjëherë si potencial, se sa ajo është jam organike e mundshme, jeta dhe vdekja. Megjithatë, mendoj se influencerat do ishin patjetër, do ishin dhe do jenë pjesë e çdo lëvizje tashmë qytetare që krijohet, pikërisht sepse tham ato e marrin frymën apo krijohen nëpërmjet media sociale, ku dhe ata janë mbretërit në këtë sens. Por doli shumë bukur edhe një dualitet ndërmjet tyre, sepse dolën ata që mbështetën, edhe unë mbështetën, dolën dhe ata që ishin kundër dhe pastaj u penalizuan nga masa që nuk e gjen veten të përfaqësuar prej tyre. Pra, si thua, vendosën në kandar të gjitha palët. Jo vetëm kryeministri, por edhe influencerat e tjerë, se kryeministri thamë është bërë influencer. Patjetër, por vetëm kjo, po dhe mediat me qëndrimet e tyre të mos raportimit protestës, dolën hapur se cilat ishin, apo po themi lidera të mirëfillt opinioni, është tjetër diskutim se si e kanë drejtuar shoqërinë shqiptare dhe opinion bërjen në Shqipëri, por ama deri në atë moment funksiononin si lidera të mirëfillt të opinionit publik në Shqipëri, po dolëm dhe ne, u vëmë dhe ne në kandar, edhe ne që u pozicionuam, apo jo. Madje, unë kam qenë shumë e kujdesshme të shkruaj gjithmonë në profilet e mia që shiko, ne vërtet jemi pozicionuar pro kësaj proteste, po duhet të flasim me fakte, se jemi gazetar, apo jo, edhe sugjerimi im ishte që kushdo që po anatemonte, po kundërshtonte qeverinë, fliste me fakte. Shumë se janë fare dakord që sot e ndjekin Ramën duke bërë plazh, po themi, në hapësirën e tij private, personale, është mërësisht e tepruar. Nuk e di nëse i kanë nxjerr vet ato video apo jo, por është jeta e tij. Dhe për hir të llogaridhënies nuk mund të kalosh ca limite sepse të zhvlerësohet kjo llogaridhënia, ky fakti, ky informacioni që ti ke dhënë para. Pra, u vëmë dhe ne në kandar, edhe jemi gjatë gjithë kohës tani të vëzhguar për çdo hap që ndërmarrim, ashtu si te gazetar të tjerë që janë shumë aktiv.
edhe tek fjalimet, edhe te një lloj orientimi që i bëjnë opinionit publik lidhur me protestën. Nuk e di si e mendon ti. Thash, okay, tani pak përsëri duhet të kthehemi te pjesa e asaj frymës. Edhe me frymën ose s'je. Dhe mund ta quajmë edhe të janë hapur syt, ose më saktë të hapur edhe po përpiqesh mos shikosh, ajo eyes wide shut që thuhet. Apo të janë hapur dhe po e shfrytëzon shikimin e ri që të është dhënë. Në këtë sens kjo është sociale. Madje nuk është as shqiptare, kjo është kolektive njerëzore kush do ta shoh. Janë bërë disa, le të themi, luftra apo unë e quaj ndarje palësh. Zgjidh binjakun them për shkak të një momenti që është aktivizim në zodiak i binjakut. E kemi një dualitet me pak fjalë. Kështu që pjesa e njerëzve që influencojnë mendimin publik, pjesa e njerëzve që drejtojnë sociale, pjesa e njerëzve e NGO-ve për shembull, apo edhe shoqëri civile, që nisi për shembull me Trumpin ka shkaktuar disa tërmeta me mënyrën si bëri organizimin e financimit për to. Kanë qenë që nga 2023, nuk e di sa ka qenë shumë e dukshme, kanë qenë që nga 2023 në një test. Dhe testi zgjat 20 vjet. Në këtë sens jemi në fillim të testit. Dhe fillim zakonisht më i vështirë ashtu sikurse edhe fundi ku duhet kuptuar ku po pozicionohemi. Jemi në këtë 3 vjeçarin e parë të këtij testi që thash për mua është kolektiv, është veçanërisht i aplikueshëm për njerëzit që kanë një rol publik, apo social, apo kolektiv, apo pra që janë të angazhuar me shoqërinë, nuk bëhet fjalë vetëm për kontekstin privat. Pra nuk mund ta them këtë gjë e zem për institucionet private apo për bizneset, por për njerëzit që kanë një ndikim te kolektivja, si të jenë opinionist, si të jenë gazetar, si të jenë influencer, si të jenë politikan, si të jenë shoqëri civile, janë të gjithë në këtë një test të madh që përsëri me kalendarin tim ju zgjat 20 vite. Edhe ka patur çdo vit që nga 2023. Tani erdhi momenti të bëj atë pyetjen, çfarë ngjarjesh të kanë ndodhur ty në jetën tënde që të kanë bërë të vendosësh të lidhesh kaq shumë me astrologjinë pra? Unë jam shumë privat. Nuk ka këtu je në hapësirë publike. Jo, këtë do thoja, është interesante se njerëzit nuk e kuptojnë këtë gjë, duke qenë se unë dal çdo ditë me fytyrën time në media sociale, por ka ta gjëra që janë shumë private, për më tepër shiko ta ndaj me sa mendoj unë se duhet ndar. Edhe ishte ai momenti që thash, shkoj një skizëm, ajo më vjen si fjalë, pra një ndarje ndërmjet asaj që unë ndjeja, përjetoja dhe asaj që shikoja si realitet. Në të 20-tat e mia që ishte ky momenti kur nisi kjo ndarja, kam patur shumë probleme shëndetësore, që në fakt ishin të gjitha, disa mund të quanin mental health, po unë i përjetoja plotësisht, shëndet mendor, se thua të flas anglisht, shëndet mendor, por i përjetoja plotësisht në trupin tim fizik si simptoma. E them batutën që në vitin e parë të punës, 25% pagës e kam bërë me kalkulim llogaritje në fund të vitit, unë i kam harxuar në për diagnostifikime mjekësore, për të marrë simptomë në stres ose s'është asgjë. Pra, isha në kushte që unë me realitetin nuk ndihesha mirë, aq sa ishte manifestuar, ishte shfaqur me simptoma fizike. Dhe le të themi që në Covid nuk mbajti mua pilafi im aty. Po, i të gjithëve. Po për mua në mënyrën si kam qenë më përpara, unë duhet të isha të shmendur atje. Deshte Zoti universi siç beson gjithë secili që të kryqëzoja rrugë me njerëz që më hapën syt për një botë ndryshe dhe tjetër, që ndër të tjera më mbajti të shëndetshme dhe në situatë kur gjithë bota po ndihej sëmur. Dhe pastaj kur hapen syt është pak e vështirë ti mbyllësh tamu. Nuk e gjesh vështirë njerëz që kanë kapacitet të rimbyllin pasi janë hapur. E di që po mbetem në një figurë letrare, por s'është dhe aq letrare. Kjo është situata që ndodhi. Kjo nuk ishte një moment, ishin disa vite gjithashtu, shumësi momentesh, situatash, ishin profesionale, personale, financiare, sociale, në të gjitha nivelet. Fizike, siç e përmenda. Dhe nuk kishte pasaj thash, kthim pas për mua kur u ekspozova me astrologjin, këtë e thon shumë astrolog dhe unë tani ndjem. Dhe pse s'kam shef që të gjë njerëzit thonë një gjëra si unë. Kjo është një gjë që më pëlqen se ndihem e parë kur i thon, që astrologjia të kujtohet si gjuhë, kujtohet, është nisë shikon është gjuhë simbolike, është praktikisht matematik, me simbole që pastaj t'ju jep kuptim. Edhe nisi të më kujtohej, ishte shumë familjare, nuk po e bëj këtë gjë për herë të parë. Tjetër, nuk dua të shkas nga tema këtu tani. U bë mjeti im i preferuar nga shumë mjete që u ekspozova për ta nxjerr veten nga ajo vështirësi. Dhe tani është bërë gjuhë për të kuptuar realitetin. Çfarë bëhet në astrologji është lëvizjet qiellore nuk shikohen si rastësore, por ato studiohen në kohë edhe në hapësirë qartësisht, dhe lëvizja e tyre shikon si
manifestohet, si jetohet, si konkretizohet në kolektive apo dhe në individi personalisht. Dhe kjo është ajo që them unë, astrologjinë e besoj jo sepse më thot kështu, por sepse jetoj. Dhe unë çfarë bëra në fakt nuk ishte analizë të ardhmes, ishte analizë të shkuarës dhe gjithmonë kishte qenë ashtu. Domethënë unë gjithë dhe eksperiencën time të asaj vështirësie e gjeta validimin, domethënë shpjegimin për eksperiencën time vetëm nëpërmjet gjuhës astrologjike. Dhe në këtë sens unë dhe tani dhe kur punoj me njerëzit në përditshmëri i çoj në të shkuarën para se të kuptojmë të tentojmë të kuptojmë të sekretet bisedës sonë se e le këtë bisedë sot se është ditë e përshtatshme për podcast. Po. Si e bëre? Çfarë pe? Kam një kalendar që i shoh atje gjërat. Sot është sot është ditë e shenjtë. Mund ta them sa është data? Po ta them sa është data. Po thuaj datën. Okej. Jemi në 15 gusht. Ne një ditë më mbrapa do ta publikojmë podcastin, kështu që s'ka asnjë problem. Unë kam bërë podcast edhe dhe kishte kushte ndonjëherë që s'duhet të thoshim datën për shkak të vazhdueshmërisë. Tu s'ka censur fare. Jemi në 15 gusht, edhe unë jam e lindur e krishtere ortodokse, motra ime ka emrin Maria. Ne festojmë shënmërinë sot. Edhe rastis është e diela e tretë e çdo gushti që është gjithashtu dhe dita ndërkombëtare e bletëve. Unë rris edhe blet. Edhe bletët në astrologji ku punoj me korespondenca, gjithçka drejtohet nga gjithçka, i përkasin pikërisht vigjereshës, si orientim dhe e kuptohet, është shoqëri matriarkale, kemi një mbretëresë shumë të rëndësishme, ka një hierarki, një rregull që gjithashtu mbetet te pastërtia dhe rregulli i vigjereshës përsëri. Pra gjitha është logjike, nuk e rastësore. Dhe në këtë sens kjo sot është ditë e shenjtë për të vendosur rregull në ca gjëra. Po kjo është rastësi me atë të qiellit. Sot është Mërkuri, që është planeti e njohin përgjithësi të gjithë sepse është bërë pjesë e pop astrology, astrologjisë pop që ku shkon Mërkuri retrograd nis lebetitet gjithë bota. Po ja të them një moment, gërvishta makinën një ditë. Dhe dikush më tha nuk po e them se kush, tha, po është Mërkuri retrograd. Tani, unë desha t'i vija Mërkurin në retrograd paftësisime, se u tregova e paftë se gërvisha vetë makinën. Kështu që, po ndoshta mund jetë dhe kjo. Do ta jap një shpjegim nga kjo që dhe ti. Më jep pak zemër që s'kam qenë dhe që e paftë, siç e mendoj. Shiko, jo, unë do të them që ke qenë e paftë. Kam qenë, okay. Por do mbaroj pse sot dhe do kaloj pse pastaj të përqasja si duhet të përqasemi këtyre planeteve. Sot Mërkuri, planeti i komunikimit, i arsyetimit, i mendimit, është në shenjën e Luanit, që është në shenjë e ekspresivitetit, e vendosjes në skenë, e kreativitetit. Domethënë drejtohet është që lidhet me diellin dhe dielli është ai që e dritë të gjithëve. Në këtë sens, çfarë di Luani e shohin të gjithë. Shpesh prandaj janë liderat, vipat, mësuesit, kanë një pozicionin personal atje. Dhe Jupiteri është planeti që zgjeron gjithçka, ai vetë është një gaz i madh që gjithkohës zgjerohet, ka shumë hëna, dhe gjithçka që prek e inflamon, e rrit. Pra kemi dhe ka disa nivele mendjeje quhen, Mërkuri quhet mendja racionale apo mendja e ulët, dhe pastaj kemi Jupiterin, mendjen më të lartë të besimeve, të botkuptimit, të Ice Eagle, të syrit të shqiponjës që shikon gjërat si pikturë madhe. Dhe këta janë të dy bashkë sot, literalisht tani që po flasim. Në këtë sens Jupiteri me Mërkurin, po të dimë pak mitologji, Zeusi me Hermesin, bën një dialog shumë interesant, edhe Jupiteri i arrit mesazhet Mërkurit, apo jep shumë mesazhe që ai pastaj t'i komunikojë. Pra, jep gjërësi racionalitetit vet, po. Domethënë e zgjeron. Në këtë sens nuk është shumë racional në shprehinë e Luanit, është shumë kreativ. Unë kam shumë personale sot sepse unë kam hënën atje, edhe janë disa shtresa, mua personalisht më vjen 3 shtresa njëra mbi tjetrën. Në këtë sens thash është ditë e mirë për podcast, por është ditë e mirë për çfarëdo lloj gjëje kreative, për të krijuar çdo gjë, për të shprehur çdo gjë, madje sa më artistike ose më ekstravagante. Aq më mirë. Unë sot e kisha madje pak merak, dhe pse thash është ditë e mirë, se tham e mira në shumësi mund të shkojë. E mira të ketë limitet e veta, mos ta teproj pra. E mua më kujtua halli im i zakonshëm, problemi im i zakonshëm, që i them vetes si teto Olga, kjo gojë. Kisha pak me shqetësim sot që mos thoja ndonjë gjë më tepër se ç'duhet, por unë jam besim plot që thuan gjërat që duhen. Kështu që të qëndrojmë, lëre harroj makinën time, nuk ka problem. Isha e paftë në atë rast, jo, do ma japësh po pak më vonë se dua të bëj këtë pyetjen tjetër që për ata që nuk e kanë idenë se astrologjia në fakt është edhe një shkencë për ty. Po, është absolutisht shkencë, ka teknik. Shkencëtarët e tjerë nuk e quajnë shkencë, e quajnë pseudoshkencë. Tani ti na jep shpjegimin tënd si e shikon ti që edhe ata që nuk e din
paktën të dëgjojnë këndvështrimin tënd dhe të kuptojnë çfarë bën, pra si e lexon ti këtë energji të universit dhe ku e ke mësuar? A e ke mësuar, pra a ka shkolla të ndryshme? Se unë jam ignorante fare në këtë aspekt dhe thjesht pritshmëria ime është shumë se ti je ignorant në këtë aspekt, sepse duhet ta dish domethënë. Ti më bëre një pyetje që unë kam analizuar vjet në 3 ditë dhe kam domethënë ta bëj përsërisje vjet për arsye unë kam qef ta edukoj. Dhe do përpiqem të shpjegoj sa të mundem. E parë punës ju kujtoj njerëzve që ka vetëm një, po ta quajmë shkencë tani. Unë e quaj shkencë art. E them njëkohësisht të dyja sepse ashtu është. Ka vetëm një shkencë art që është e vjetër sa njerëzimi. Nuk ka civilizim. Edhe kur bëhej në përshpella, kemi shënjime të çfarë ndodhte në qej. Sepse qielli është po më vjen magnificent, po i mrekullueshëm ta dëshmosh. Edhe kush ka mirësinë, durimin, edhe mendimin e detajuar apo dhe matematik ta ndjek në kohë, e shikon që aty ka patterns themi në anglisht, që thot modele, le ta themi, që përsëriten në mënyrë të vazhdueshme. Dhe çfarë ka ndodhur në këto mira vite është që persona që studionin e masnin lëvizjet në qell, von re që kishte lëvizje të rregullta. Dhe sa herë përsëritej kjo rregullsi, shikonin që ndodhin gjëra të ngjashme apo të njëjta. Pra nuk është asgjë më ndryshe se sa ajo që ne shpesh e quajmë statistik, data, domethënë data recognition, pra atë që njerëz tani punojnë të dhënat, po këtu kemi të dhëna, analizimit të dhënave, po faleminderit se nuk po më vinte në shqip. S'ka problem se për shqipen janë vetë që ti kujtoj, për anglishtën do më kujtosh ti dhe jemi në rregull. Jo, anglishtja s'ka ç'na duhet fare, thjesht un kam vështirësinë që e kam e kam edukimi plotësisht në anglisht dhe më vjen në mendimi i parë më vjen në anglisht. Pra, analizohen të dhënat. Dhe duke analizuar të dhënat ti kupton si kur kjo gjë ndodh, manifestohet, shfaqet në këtë mënyrë, thash, si për individin edhe për shumësinë e individëve kolektiven. Në këtë sens ka dhe shumë deg të astrologjisë. Po në thelb është kjo çfarë bëhet. Pra, në kohë dhe në hapësirë matet lëvizja e trupave qellor, dhe është analizuar tashmë prej mira vitesh simbolika e tyre, pra si shfaqen ata. Kështu ne ndoshta nuk e nisim asnjëherë nga zeroja, sepse kemi një traditë mira vjeçare që trashëgohet që nga Babilonia, e shohim në çdo kulturë antike me Egjipt, 4000 vjet më përpara, para erës. Unë e përdor me shumë paksi matjen e viteve sipas kalendarit. Së pari sepse nuk besoj plotësisht ose mendoj se është e reduktuar historia e shkruar. Po, patjetër. Kjo është edhe qartë sepse njeriu jo gjithmonë ka patur mënyra e regjistrimit të historisë siç e masëm tani. Është pjesa e saj vërtet është kalendari, është pjesa që kalendari është pak i imponuar dhe mat vetëm ciklin e diellit edhe përsërion në mënyrë të saktë. Kështu që po, mund të shkojmë 4000 vite, po për mua njerëzimi është shumë i hershëm. Ka ndodhi që kanë ndërprer civilizime, kanë nisur civilizime të reja për mendimin tim. Pra është një dhënë që nuk e merr dot fikse. Nuk marrim dot fillimin, por dim që në çdo moment që i ndjekim, si domethënë në gjurmimet më antike të njerëzimit, shohim që është bërë studim i çfarë ndodh në për yje. Tani është shumë i lehtësuar për shkak të macëve dhe softwareve që na kemi. Unë mund ta bëj diçka direkt në një software për çështje sekonde. Dikur duheshin ditë edhe muaj matjeje, edhe vizor edhe kompas që të bëje një hartë astrologjike, pra ta projektoje në një 2-dimensionalisht një qell 3-dimensional. Në thelb pra është studimi i kohës dhe hapësirës, është si një kalendar shumë i sofistikuar, kur nuk matet vetëm lëvizja e diellit, por e shumë trupave qellor. Sa më shumë ne vëzhgojmë qiellin, aq më shumë trupa qellor emërtojmë dhe nisim i vëzhgojmë pastaj. Kështu që po bëhet edhe më komplekse. Një lloj si shoqëria. Ku e ke mësuar? Po do vi. Ekspozimi i parë ka qenë absolutisht nëpërmjet media sociale, siç e kanë të gjithë. Dhe pastaj un kam një fat të madh që e kam të lindur. Ma thot harta ime e lindjes. Mësues shumë të mirë. Edhe mua mësuesit e mirë, edhe në universitet më janë bërë eventualisht miq. Kam patur edhe për shembull në Cambridge është fat të studiosh, edhe kur vitin që kam qenë për degën që kam qenë në drejtësi e para në botë. Pra kam një fat shumë të mirë në pjesën e edukimit dhe kam gjetur mësues shumë të mirë mjeshtra edhe në botën astrologjike. Dhe në kjo un kam mbi 380 mësues në fundit që numërova. Aktualisht japin që atëherë mësimet e tyre, edukimin e tyre çdo muaj. Po. Ka astrolog që di që bashkëpunon me disa kolege këtu në ato mund të jenë për evente të ndryshme, por mësimin e jap vetë dhe unë jap vetë mësim çdo muaj. Ka astrolog që praktikojnë astrologjin, por japin edhe mësim.
ka edhe shkolla astrologjike pra të institucionalizuara. Unë duke qenë gjithjetën shumë e fokusuar me edukimin e institucionalizuar, zgjodha që të ta bëj të decentralizuar. Dhe prandaj thash kam qindra mësues, kam mbi 1000 klasa. Ka qenë një investim shumë i madh në kohë, në intelekt dhe në financa. E them që më ka kushtuar më shumë se studimi i ligjit. Se edukimi po. Edhe në këtë sens, domethënë ka shumë forma studimi. Gabimi më i madh që bëhet është si çdo gjë tani që të gjithë jemi bërë gjitholog, të gjithçka e vetëm nëpërmjet marrjes të informacionit nga media sociale. Ka njerëz që pretendojnë njohjen të astrologjisë apo çdo gjë është zhvlerësuar, është njësoj siç na ndodh ne me gradat, po themi, që kushdo sot në Shqipëri, jo kushdo, po një pjesë e madhe e njerëzve janë bërë doktor, edhe ndonjëherë Kristiana të vjen zor dhe të thuash që je doktor se është zhvlerësuar pra dhe të kuptoj në këtë sens. Unë nuk e përdor, e them gjithmonë duke qeshur jam astrologe. E parë punës unë vuaj nga etiketimi vetes, edhe kush avokate e kisha shumë problem. Ndër të tjera sepse edhe mënyra si praktikoja dhe studia astrologji nuk ishte si avokatin, nuk ishte si ajo që bëjnë shumica e avokatëve në Shqipëri, si backgroundi akademik dhe mënyra si e praktikoja. Kështu gjithmonë kam patur probleme me etiketimet profesionale. Astrologjia është pak më ekstra pikërisht sepse është e keq kuptuar. Ka qenë e keq kuptuar deri në le të themi mesjet. Pastaj u godit fort nga kisha, edhe pse ironikisht kush ka sy për simbolet, kisha e ka gjithandej simbolikën e qiellit. Gjithandej dhe përmtepër ajo vetë studionte deri atëherë, unë përdor sistemet çdo ditë të ndarjes të qiellit që kanë emrat e murgjve. Pra Placidius, Regiomontana, Koch, janë të gjithë murgj, sepse ishin dhe matematicien ata që bënin studimet, që kanë lënë tani trashëgimin, domethënë përmjet tyre kemi trashëguar në kohën moderne njohuritë astrologjike. E njëjta gjë me mjekët deri para 2 shekujsh kishin detyrim në shkollë të mësonin astrologji, sepse ti duhet të kuptosh kushtet në të cilat je le të themi duke e hapur dikë apo duke e kuruar dikë. Dhe astrologjia mjekësore është fascinating, po vjen në anglisht. Është e mrekullueshme. Është zhvilluar diku në botë? Po vazhdon si praktik astrologjia mjekësore, nuk është aq popullore, por unë di madje në Shtetet Bashkuara të Amerikës, disa mësues të mi që tashmë po bashkëpunojnë me mjekë që e kanë mendje hapësinë ose ja kanë parë vlerën për të bërë bashkë diagnostikime dhe bashkë kurime domethënë bashkë në sensin e bashkëpunimit. Mjeku i mjekësisë jo vetëm holistike dhe asaj tradicionale perëndimore që kemi me astrologun. Krah domethënë. Dhe janë tradita të vjetra, pra përsëri kur kthehemi në antikitetin grek, Helen duhet të them ose le mos hym te kjo temë. Mos hym se është temë shumë e gjatë. Po e quajmë kështu se kështu e quajnë gjithë bota. Edhe atje nisim kemi analizat më të disa nga më komplekse, lidhen pikërisht me kompozimin e personit dhe nga konteksti mjekësor, fizionomik, sesa atë që tani në astrologjin më popullore e kemi çuar në psikologjikun. Mënyra si duhet të shpëtonte në fillim, astrologjia ishte duke bërë si konsultim psikologjik, pastaj u krijua si degmë veta. Unë i kujtoj njerëzve që psikoanalisti ndoshta mund ta themi pa frikë më i famshëm, botror që është Carl Jungu, ka qenë një astrolog shumë i mirë studiuar dhe ka refuzuar, ka në shtëpinë e tij që më duket edhe në shtëpia muze, shkresa që ka refuzuar ftesën e një nobelisti, nuk më kujtohet cilit, se thotë jo se sot kam për të bërë studime të hartave astrologjike të klientëve, të pacientëve në rastin e tij se vetë. Pra është e ditur kjo ndërmjet astrologëve, ka astrologji që quhet jungiane, ka shumë psikoanalistë jungian që absolutisht paralelisht kanë zhvilluar shumë edhe botën astrologjike dhe janë sigurisht njëkohësisht astrolog. Dhe sikurse dhe në vazhdimsitë të ligjit, për mua pse bën sens, një nga arsyet pse mua më pëlqente shumë ligji, është se unë pëlqej diversitetin dhe ligji rregullon çdo aspekt të jetës. Ligji rregullon edhe avionin, rregullon edhe mjekun, rregullon edhe fermerin, çdo gjë aktivitet njerëzor rregullon ligji. Është e njëjta gjë me astrologjin. Për çdo gjë që ne aplikojmë, ajo si gjuhë simbolike aplikohet. Dhe në këtë sens ka shkolla astrologjike për gjithçka, varet çfarë ke ti interes. Po pse anatemojnë disa shkencëtar astrologjin? Mendoj se shkencëtarët që e kundërshtojnë se nuk e pranojnë, së pari janë ignorant, domethënë nuk e kanë studiuar vetë, sepse mësuesit e mi janë ish inxhinier, ish çfarë po më vjen inxhinier kompjuterik, domethënë nuk e qenë arkitekt, nuk e qenë psikolog, kanë bërë shkenca të mirëfillta, fizikan patjetër. Madje është më pak ajo pritshmëria që mund të jetë në shkencat njerëzore apo artistike dhe psikologjike dhe më shumë janë në fakt nga shkencat siç i njohim ne tradicionalet.
Dhe ata e kanë studiuar, janë ekspozuar me këtë që them unë kur e shikon, nuk mund të mos e shikosh më. Shumica e shkencëtarëve që e sulmojnë astrologjinë nuk e kanë bërë këtë gjë, janë ignorantë së pari. Së dyti, shkenca ka një limit që astrologjia nuk e ka. Shkenca limitohet te shqisat, te diçka e matshme në përgjithësi. Pavarësisht tani po shkojmë te shkenca kuantum fizike që po afirmon gjithçka që ne e njohim astrologjikisht apo në botën shpirtërore. Po deri tani ka qenë kryesisht e limituar në gjithçka që është e matshme. Edhe astrologjia shkon përtej asaj. Hyn dhe komponenti që flasim, le thuash, me energji dhe ka një sens edhe intuitiv apo artistik. Sepse ajo është simbolike si gjuhë, teknika, matja, gjithçka është shkencore, matematika. Si ti e lexon, është komponenti artistik i astrologjisë, apo aty që futet biasi personal. Thon kjo dhe për ta mbyllur se mund ta bëj shumë gjatë, është bërë studimi me një nga më të mëdhenj që është bërë në mos gabofsha, thuata nga po shekulli i kaluar, është bërë në Francë nga 2 shkencëtar që kishin për qëllim të vërtetonin që astrologjia ishte fallse, nuk funksiononte. Çfarë bën ironikisht është që validuan astrologjinë. Ata u fokusuan te astrologjia profesionale, edhe morën më duket mbi 30.000 harta persona individ që i studiuan, duke dashur të thoshin që në astrologji nuk shikohet, si thua, inklinimi profesional i dikujt, ajo është absolutisht shumë komplekse, kështu që siç prisin ata me matjet e zakonshme nuk do dilte, por çfarë doli është që të gjithë personat që ishin atlet, general apo në kushte komandanti, le të themi, kishin një konfigurim të gjithë të njëjtin në hartën e tyre të lindjes, që është Marsin mesparajsën e hartës, kështu quhet teknikisht. Pra duke dashur ta debunk, ta rrezonin validitetin e astrologjisë, në fakt e konfirmuan atë. Edhe astrologët janë ata, nuk janë shkencëtarët ata që referojnë tani këtë studim shkencor, po janë astrologët sepse shkon ishte niveli, po, ishte si puna e kryeministrit i kaloi. U bumerang ajo qëllimi fillestar. Ti je besimtare? Ortodokse? Apo jo? Besimi im është pak kompleks, sikurse kam problem ta vendos veten në etiketime profesionale. Se i thash sikur. Jo, të mirë bëre. Kam parë postimet e tua dhe aty që ndroj me kuptimin e shumicës të personave, thash që sot festohesh në ring, kështu që ti je shumë në rregull me vetë atë. Po se të gjitha indicet i kisha që emrin e kam Kristiana. Ti je shumë në rregull. Emri ta kanë vendosur sepse emrat na i kanë vendosur. Mendon ti, unë jam e bindur që ti ke një sinjaturë, them unë, një shënjim shumë mërkurian në hartën tënde, sepse emri yt flet për valët, për marrjen e valëve. Edhe unë sa më the emrin, unë kapa Mërkurin. Të gjithë kemi Mërkur, se si kën Mërkuri një ditë pushim kur lindim, po kam pozicione që është më i fuqishëm apo më prominent në disa harta sa të tjerëve. Vetëm gazetaria si profesion, po ti ke në emër një gjë thelbësore të identitetit tënd. Emrin e themi që vendoset, po ti mund të pyesësh familjar që bëhen prindër apo gjyshër, ata e dinë që emri i fëmijës ju vjen. Me thënë ka ndonjë logjik, po fëmia vetë emërohet në mënyrën e vet, a thot nëpërmjet një filmi, nëpërmjet një libri, nëpërmjet një gjyshi që trashëgohet emri dhe pastaj do ta kompleksoj analizën, por emrat nuk janë rastësor, nuk besoj që ka absolutisht asgjë rastësore. Gjithçka është e shpjegueshme për mua. Rrjedhimisht dhe emri im është i shpjeguar. S'po e debatoj këtë, po jam dakord që emri përcakton shumë identitetin e njeriu. Por ka Kristiana dhe Krista dhe Krishta, që janë të krishterë, kështu që në këtë sens po ke të drejtë. Megjithatë, unë kam lindur në familje, nuk kam lindur Korç, por familje korçare, dhe jam rritur kryesisht si e krishterë ortodokse. Thënë kjo, unë sot veten e gjej shumë më të krishterë se korçarët, madje ishte një reflektim i mëngjesit sot si korçarët, edhe këtë kisha nga aspekti politik, se po të ishin të krishterë, do ishin në protest. Nuk mendoj se ka një edukim shumë të mirë, është më tepër e trashëguar ose ka një bazë kuptimi bazike, elementare, edhe rite elementare të ndjekjes, siç është në përgjithësi feja në Shqipëri, do thënë përgjithsisht, fatkeqësisht në kushte të tjera jemi në raste ekstreme që absolutisht nuk i mbështes as ato, por un jam ndjekse e mësimeve të Krishtit, edhe po e kuptoj atë shumë ndryshe nga ç'e kupton një i krishter në formën tradicionale. Ndër të tjera i kam hyrë, por nuk mund të them që e kam bitisur, e kam përfunduar. Mund ta kuptoj gjithë historinë e Gjenezës, të krishtërimit, të gjitha librave të shenjtë nëpërmjet simboleve astrologjike. Sepse aty matet koha. Edhe unë mund ta mas kohën me gjuhën time. Kështu që mund të thuash që unë jam e krishter, po të çosh me një krishter që
thot, domethënë e thot me shumë bindje dhe pa e diskutuar besimin e vet, nuk do më quante mua krishter. Kështu që është pak kompleks besimin, po jo dhe aq. Krishtin e besoj. Ta thjeshtësoj fare, beson te fuqia e universit apo te fuqia e Zotit? Unë përdor fjalën Zot, edhe pse s'më pëlqen aspekti gjinor që ka gjuha shqipe, sepse është pa gjini, dhe kuptoj universin si krijim të Zotit. Pra, Zoti krijuesi gjithçkaje, unë nuk e mohoj termin univers, por nuk besoj te universi. Universin e shikoj si pjesë të krijimit të Zotit. Zotin e shikoj si krijuesi. Madje ndoshta është më mirë të themi krijuesi, po përsëri kam pak problem në përgjithësi me gjuhën, po shqipe ka shumë të qartë që ka Zotin gjinor. Nuk themi, duhet theshim Zoti Zonja. Është ky komponent. Edhe kjo është shumë interesante edhe për gjuhën shqipe pa bërshkarje, më duhet e ka komentuar Petro Zhej si një nga gjërat e vështira për kombin shqiptar, për identitetin e çdo shqiptari, atë që është ankuar edhe kryeministri ynë që thotë, nuk e di kujt i ka thënë atë batutën që unë duhet të mbretëroj mes mbretërish, pra do të secili shqiptar e sheh veten si mbret, është sepse ne njëri tjetrit thrasim Zot, Zotri. Zotri është fjala Zot. Pra gjithse cili prej nesh, atë që në botën shpirtërore është shumë e mirë kuptuar se jemi, le të themi, funksionalitete apo shëmbëltyra të Zotit, ne kemi të rënjosur në të folmen tonë të përditshme. Edhe kjo mendes na jep dhe identitet të fortë, por që jo gjithmonë na shërben për sa i përket vetes tonë. Megjithatë, unë të ngacmova pak lidhur me argumentet kundër të disa shkencëtarëve ndaj astrologjisë, por vërej që shqiptarët e ndjekin shumë horoskopin. Në mënyrë më toksike të mundshme. Tani këtu na shpjego ç'është kjo kontradikt tani. Kontradikt në kuptimin që ndoshta ja kanë lënë në dorë punët fatit, rastësisë, ditës. Është tjetër gjë se çfarë përmbajtjesh ndjekin, se mund të ndjekin krejtësisht përmbajtje të gabuara që s'kan vlerë, po duhet të ka mënyra si po përdoret astrologjia në të gjithë botën dhe po qëndrojmë te shqiptarët, halli në shtëpi, është në mënyrë më toksike të mundshme. Është ajo që unë kam thënë do ta ndaloja me ligj. Unë punën time, astrologjinë do ta ndaloja me ligj për Shqipërinë. Për botën, astrologjia popullore. Sepse çfarë ndodhi përsëri shekullin e kaluar, ishte një astrolog i cili analizoi hartën e princeshës si e ka Margaret. Dhe bëri një parashikim fenomenal të saktë. Të paktën mos gabofsha në lidhje me martesën e saj. Ishte publikuar në media në shkruar, siç ishte atëherë në gazetë, duket se Gazeta Express në Britaninë e Madhe. Dhe u çmendën njerëzit. Dhe si ka mundësi që e gjeti kaq saktë. Dhe atje u krijua, si të thuash, presioni, po dhe dëshira, komercializimi që kërkonte tashmë media për të bërë popullore këtë gjë që ishte kaq e saktë dhe tani kishte një interes kombëtar për astrologjinë edhe çfarë ajo mundet, ka kapacitet parashikues, le të themi. Kështu që jura shkurt. U përdorën 12 shenjat e zodiakut që i din të gjithë dhe u bën parashikime, shpjegime të përgjithshme. Çka është problemi është absurdi i madh që në një 30 ditë që ndahen ato shenjat, që ndajnë vitin, lindin miliona njerëz. Është absurde që një person i lindur në të njëjtën 30 ditë çdo vit të ketë të njëjtin fat. Domethënë jemi në kushtet merr matrurin, hidh mamplerat se ç'të duhet domethënë. Ndërkohë astrologjia është unike siç është shenja e gishtit. Unë ironikisht vitet që kam qenë astrologe kam njohur pardje personin e 13 me të njëjtën datë lindje si unë. Mësimi për të më reafirmuar që secili jemi unik sipas shenjës së gishtit. Dhe ajo që ne njohim nëpërmjet datës së lindjes brenda 30 ditëshit është vetëm në cilin pozicion nga kjo ndarje 12 e qiellit ka qenë dielli. Sepse është i vetmi që ne masim me kalendarin ton, lëvizja e vetme. Ndërkohë, pjesa më e rëndësishme dhe më intime, më personale e gjithkujt është momenti i frymës së parë dhe shikohet konstelacioni që ka qenë në horizont në momentin që ne kemi marrë atë frymën e parë. Pra fryma, shpirti është materializuar. Ajo është ajo që kanë intereson në mënyrë individuale. Në atë moment ngrin, bën një fotografi, një screenshot të qiellit dhe nuk e vetëm diellin. Sigurisht ai është që jep dritë të gjithëve, por nuk e vetëm diellin, ke gjithë trupat e tjerë qiellor. Kemi në antikitet punohej me 7 trupa qiellor, tani kemi planete, po zbulojmë si thua në familje edhe çdo ditë që shpjegojnë për
kompleksitetin edhe rritjen e vetë dijes njerëzore, nuk janë asesore edhe njohja e planetave të reja. Dhe kur ne shohim hartën e lindjes, që në fakt quhet horoskop, skopi i orës, ajo personalja, ajo është ndryshe nga çdo individ tjetri. Unë kam motrat binjake dhe ato nuk kanë hartë të njëjtë. Edhe është pak më komplekse analiza, por sigurisht nuk kanë manifestime jetime identike të jetës, sigurisht të ngjashme, por jo të njëjta. Njerëzit gabimisht shohin vetëm shenjën e tyre të diellit, që thash ju përket shumë personave, dhe kjo nuk tregon pothuajse asgjë për individin apo fatin e vet. Këtu është me shans, me probabilitet që mund të rezonojë ndonjëherë, por harta është shumë komplekse, edhe është shumë sensitive ndaj saktësisë të orës. Çfarë shikoni ju tjetër përveç kësaj? Merkurin, Afroditën, Marsin konsiderohen trupa qiellor personal sepse janë pranë tokës. Sigurisht astrologjinë e masim ka tashmë një degë astrologjike që po zhvillohet për atë astrologji që është heliocentrike, që domethënë merr e shikon përjetimin e kozmosit nga këndvështrimi i diellit, nuk është se na vlen, edhe përgjithsisht historikisht ne kemi marrë nga këndvështrimi i tokës. Kështu që mua nuk më intereson çfarë shënje po të lindesh në Mars apo në diell, ne shohim tokën. Toka në vetë nuk shfaqet atje sepse prezumohet që mbi tokë po bëjmë vështrimin. Pra, studiojmë Merkurin, studiojmë Afroditën edhe Marsin, studiojmë Jupiterin, studiojmë Saturnin, dhe këto janë tradicionale që i përdor çdo shkollë mendimi astrologjik. Dhe pastaj shkollat moderne shkojnë më tutje me Uranin, me Neptunin, me Plutonin, tani është Ceres. Po punohet shumë edhe me asteroid, trupa që kanë një sjellje jo të zakonshme, pastaj janë këto Cilat janë shkollat kryesore të astrologjisë? Ka shkollat kryesore të mëdha, është ajo perëndimore, le të themi, apo që ka lindur nga qytetrimet antike rreth Mesdheut dhe bazohet atje, antike helenistike kryesisht, dhe kemi dhe atë vedike ose jotish që është mendimi të shkencave indiane. Dikur tani ka një dallim shumë të madh edhe nga mënyra si bëhet vërtimi i qiellit. Për shembull, njerëzit prezumojnë që e Zemjam Dashi edhe dielli në atë moment ka qenë në raport me konstelacionin e Dashit. E vërteta është që në astrologjin ton me baza helenistike ne nuk matim konstelacionet ku janë yjet, po matim sasinë e dritës. Dhe në këtë sens përdorim si pika matse ekuinokset dhe solstiset, pra 4 momente kyçe të diellit gjatë vitit. Ndërkohë në astrologjin jotish ose vedike ose indiane i thon njerëzit, përdoret ajo që bëhet matja sidreale, pra në raport me vërtet si po lëvizin ysit. Dhe ysit lëvizin, ndryshojnë një kënd çdo 72 vite. Kështu që janë më dinamike dhe dikush pëson ndonjëherë krizë identiteti se e ka futur veten në kutinë një shenje nga ky sistem dhe e gjen veten në një shenjë komplet tjetër në sistemin tjetër. Kështu që kjo është një ndasi e madhe, sa i përket mënyrës si matet, edhe pse të jesh e bindur në gjë të çuditshëm, po i kanë studiuar të dyja, përfundojnë që të nxjerrin të njëjtën gjë, pikërisht sepse kur studiojmë astrologji kuptojmë që më me rëndësi apo më me forcë janë aspektet gjeometrike ndërmjet trupave qiellor, sesa në cilin pozicion me këtë ngjyrimin e shenjës që ne themi janë vendosur. Kështu që ku është Merkuri në raport me diellin është shumë e rëndësishme sesa në cilën shenjë janë. Pra këndet, matematika është ajo që prevalon në interpretim. Dhe këto janë dy ndasit e mëdha. Pastaj kemi ndasin që thash astrologji mjekësore, astrologji psikologjike, astrologji parashikuese, astrologji mondane që merret me botën, astrologji evolucionare, astrologji karmike, ka domethënë shumë shkolla mendimi brenda teknikave të ndryshme. Domethënë ti ke një mjet dhe varet si e përdor. Si shumë gjëra në përgjithësi. Ti ke një mikrofon, varet çfarë do regjistrosh. Po patjetër. Domethënë ti ke gjuhën praktikisht. Mund të flisnim edhe për botox dhe silikon këtu, ë? Sa i mirë është, po them. Po të lutem se s'ka mendime për ndonjë përdorim të mirë, por që jemi thash është gjuhë, dhe në këtë sens, në të njëjtën mënyrë si gjuha përdoret për të bërë një artikull, për të bërë një editorial, për të bërë një prozë, për të bërë një poezi, edhe astrologjia përdoret për si gjuhë në forma të ndryshme. Si e shpjegon pse njerëzit janë kaq të lidhur me parashikimin, me tani ka disa mënyra si mund ta shohim. Një ideale dhe e bukur është që organikisht unë mendoj që shqiptarët si komp janë pagan solar. Pra, ajo çka është organike përtej çfarë ka ardhur nëpërmjet diktimeve pushtuese, perandori romake dhe pastaj osmane, besimi i rrënjosur, origjinale të themi i kësaj toke, është mençuria e tokës në raport me forcat e tjera të mbinatyrshme. Pra, kemi zonjë natyrën në mënyrë organike, pra në mënyrë të natyrshme. Ndërsa kjo së pari, që mendoj se është si thuash një memorie e pafshishme, pavarësisht çfarë mund të pretendohet apo të
të ti imponohet. Së dyti kemi kushtet e nevojës njerëzore, që është të aplikueshme për të gjithë pastaj, për të patur pak kontroll mbi një jetë që ndjen se nuk ka kontroll. Apo edhe për t'i dhënë kuptim një gjëje që ndjen se duhet të ketë kuptim, por nuk ja ka gjetur kuptimin. Dhe astrologjia është shumë e mirë për të dhënë një gjuhë për ekzistencën tënde, për misionin tënd, për qëllimin tënd. Për atë që thash unë, munda duke studiuar jetën në retrospektiv të kuptoj pse gjithçka më kishte ndodhur ashtu si kishte ndodhur. Pra më dha gjuhë në përjetimin tim. Kjo është një dëshirë dhe nevojë të gjithëve. Është pjesa që njerëzit tash dëshirojnë të kenë pak kontroll. Edhe pse unë në mënyrë të vazhdueshme sa më shumë studioj them vullneti i lirë është i diskutueshëm nëse ekziston. Dhe nëse po është shumë i limituar, më tepër në si do reagojmë ne ndaj diçkaje që do ndodhi gjithsesi, sesa të diktojmë gjën që do ndodhi. Dhe ne kemi nevojën, thash, atë dhe nga i koncepti rikthehemi asaj zot, që të jemi pak zot të realitetit. Mendojmë se kjo na jep pak të gjë. Është pjesa psikologjike që njerëzit duke i ndarë dhe kategorizuar të tjerë në 12 shenja mendojnë se e kuptojnë tjetrin. Ti je kështu, edhe unë tani të njoh ty papritur. Të fusin direkt në kategori, po. Mund të paragjykoj, unë tani di gjithçka për ty. Ti je kështu. Ti je kështu, ti je ashtu, unë jam kështu, ne shkojmë, ne nuk shkojmë. Edhe kjo për mua është ajo kur mjeti përdoret në mënyrën më të keqe të mundshme dhe nuk është në shërbim. Madje filloi të besohet edhe karakteristika ndoshta, sepse je futur te kjo kategoria, po themi virgjëre shpeshore, çrëndsi ka dhe ti fillon të besosh gjëra që as nuk i ke, më thënë. Absolutisht, është ajo që projekton, është pjesa edhe efekti placebo, që domethënë ke pritshmërinë që ti je kështu dhe papritur e gjen veten, ti je ashtu apo papritur ndodh ashtu. Siç thash shpesh njerëzit që janë shumë iftar të horoskopit të përditshëm, kjo gjë ju ndodh. Unë personalisht literalisht ndaloja me ligj si një shërbim ndaj njerëzimit, sepse janë sëmundje. Unë dua që kuptimi i hynores të jetë që të na jap sovranitet, sa të mundemi, thash në atë si reagojmë ndaj planit të hynores, dhe jo të na bëj të fiksuar, të varur, të kërkojmë kontroll, të humbasim besim. Ideja këtu është që të kesh besim te hynoria, jo të duke kontrolluar çdo ditë ti nuk ke besim te hynoria. Ti je duke deleguar ekzistencën në jetën tënde tek çfarë të thot dikush në mëngjes, apo më kanë thënë raste të njerëz që lexojnë shumë persona brenda ditës, dhe unë them, këta janë njerëz me probleme të mirëfillta mendore, që më vjen shumë keq, e di që duhen trajtuar. Prandaj thash, në kushtet si përdoret astrologjia, është duke bër astrologjia pop dëm shumë të madh njerëzimit. Sepse është bërë toksike. Ne kemi të shenjtë në gjithë modalitetet shpirtërore në përgjithësi, që mjeti nëse nuk është në shërbim, është antizot, le ta themi, ose mund të shkojmë te antikrish, pra është kundërve të dijes. Dhe astrologjia pop, astrologjia atyre të horoskopeve, thash, termi horoskop është i saktë, mënyra si shfaqet është e gabuar, sepse nuk është individualizuar. Janë duke bërë antishërbim. Nuk po e rrisin në vetë dije, nuk po e rrisin individin, edhe pse ndonjëherë të validojnë këtë diturinë që e kemi të gjithë, pavarësisht sa e kujtojmë apo jo, diçka jam të madhe se vetja, por konteksti i varësisë dhe i delegimit të mendimit të pavarur të jetimit të jetës është shumë i dëmshëm. Para se të ndodhte protesta, ma kishe bërë një lidhje nëpërmjet një analize, apo nuk e di se si mund ta quajmë teknikisht, me këto 80 vitet e ciklit. Tani na i shpjego, domethënë është përcaktuar tashmë se çfarë do të ndodhi qeverisë Rama apo jo? Unë prandaj tash më pëlqen të studioj astrologjin të shkuarës së të ardhmen, kur ka ndodhur të jap kuptim se sa çfarë do ndodhi. Megjithatë, do them që së pari i mëshoj asaj që përmenda edhe pak përpara, zimi edhe provokimi është absolutisht kolektiv për njerëzoren. Ka shumë momente që janë shumë të rëndësishme kolektivisht. Ky është një prej tyre. Ne jemi një shëmbëltyr ndër të parat, ndoshta jo edhe e para, por ndër të parat ku po shohim të manifestuar, të jetuar atë që do ndodh edhe po ndodh në nivele të ndryshme në të gjithë njerëzimin. Astrologjia është shumë komplekse, sepse imagjino ti ke një kalendar apo edhe një orë, ora ndoshta është më e thjeshta, sepse edhe ato ku troket ora është më dukshme si ingranazhet të orës, unë shpesh ashtu e shoh. Dhe siç kemi në një orë me 12, praktikisht duke matur përsëri vetëm diellin brenda 24 orësh. Këtu ke disa matje të njëkohshme që duhet të bëjnë klik me njëra tjetrën, që domethënë e ke parasysh si bing bang shumë ora njëkohësisht, që të ndodh diçka vërtet e madhe.
Edhe njerëzimi është në atë momenti që po bëjnë ding dong shumë ora njëkohësisht. Pra, shumë cikle të shumë trupave qellor janë në kulminimin e tyre apo në një përsëritje që në fakt është e pa precedent. Dhe janë këto trupat qellor që janë të largët. Dhe këta të largëtit konsiderohet që kanë funksion më të madh mbi pikërisht gjithë kolektivën. Dhe janë për një vetëdije më të lartë, më të shumtë. Dhe kur ka lëvizje ndërmjet tyre, dhe jo më kot lëvizjet janë të ralla, sepse ata janë të ngadalt, dhe sepse një shoqëria është të ndryshojë do një kohë shumë më të gjatë sesa dhe vetë individi, ato sjellin ndryshime të mëdha. Dhe çfarë ndodhi si vjet, domethënë ka nisur cikli gjatë. Tani do jemi që do vazhdoj të piqet për shumë vite, po nisja ka ndodhur. Është që shumë prej këtyre trupa qellor, jo shumë të gjitha, ndryshuan pozicion edhe dinamik ndërmjet njëra tjetrës, ato këndet që unë thash. Prandaj ne po e shohim të manifestuar në këtë pikat e fundit të ujit që po i derdhin gjithçka. Një prej tyre kishte shumë, edhe unë prandaj bëra 2 analiza, do bëj edhe një të tretë. Një prej tyre ishte urani. Unë kur ekspozohem tashmë me studime statistikore, historianësh, ekonomistësh, e kam filtrin që të kuptoj prit me cilin cikël kozmik janë duke punuar. Do bëj një publicitet të shkurtër, për shembull Ray Dalio e njohin shumë persona, edhe ai bën ka nxjerr domethënë pattern recognition, njohje të modeleve të lëvizjeve ekonomike në kohë. Ai ka punuar kryesisht me ciklet e hënës. Kush bën tregti në stock market, kanë astrolog sepse e din se ajo lëviz nga shumë gjëra, por kryesisht nyhet edhe ciklet hënore. Dhe njëta gjë kur jam ekspozuar me disa historian që kishin matur ciklet e ndryshimeve të mëdha në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe ato ishte si të shënonte ora 12, kur shënohej 80 vjet, ndodhte një revolucion apo një ndryshim i madh. Pra kemi si fillim krijimin e Shtetet Bashkuara të Amerikës, luftën civile, etj. Çdo 80 e pak vite, mos harrojmë që nuk mund të themi një orë ditë eksakte. Ka raste që është brenda 24 orëshit. Lufta civile amerikane në mos gabofsha ka qenë brenda 24 orëshit të bërjes të asaj orës ding. Dhe ishin duke matur, domethënë ata me studimin e tyre, në mënyrat e tyre, arritën në këtë lloj. Ka rënë ora ding për ne tani? Të lutem, ranë maj. Ora ka rënë në maj. Në sa maj? Po kërkon shumë prej meje. Në fund maj. Dhe rikthehem që kjo kishte ndodhur për jetimi i parë i dingut në Nepal vjet. Domethënë në përgjithësi në kolektive, po ajo është që si thua u dëshmuar në media. Çfarë ndodhi në Nepal që nëpërmjet TikTokut, Gen Z, një gjenerat e re që lidhen nëpërmjet media sociale, bëri një revolucion. I vuri zjarin qeverisë të vet, edhe i detyroi të dilin me helikopter nga lart dhe e dim, domethënë, ajsa unë shumë pak jam ekspozuar vetëm me këtë element, madje pikërisht nëpërmjet astrologjisë, ndryshe do më kishte humbur. Ai ishte një, si të thuash, pik, pik në sensin që shikon pak nga një vrim e vogël, çfarë është potencialisht të ndodhur në këtë mënyrë. Dhe tani në Shqipëri ishte revolucioni flamingo është i dyti. Ne do shohim shumë të tilla, jam e bindur. Ndërkohë i ka ardhur ora tashmë prej vitesh edhe Bashkuara të Amerikës, duhet patjetër të bëhet diçka. Mendoj se edhe pse konsiderojnë që vendi i lirisë janë duke kaluar pastaj në vonë ndoshta edhe në një temë teknologjie, tashmë edhe më të kontrolluarit në shumë mënyra, që mbase po i vështirësohet pak ky bami që duhet të bëjnë edhe ata, por ka ardhur ora. Është shumë e vështirë të punosh me hartat e kombeve. Së pari, unë e kam bërë të disclaimer dhe në postimet e mia, unë nuk kam studiuar astrologji mondane. Kam bërë 2-3 klasa për shefin tim, për një botë kuptim të përgjithshëm, por unë studioj më tepër psikologjinë e njeriut, nuk studioj fatet e kombeve. Ndërsa të tjera, sepse fatet e kombeve janë pak më të vështira për të analizuar, pasi ti nuk mund të caktosh një moment fiks si lindja e atij kombi. Dhe unë kam të rëndësishme këtë të kem një moment, një pikë referencë të qëndrueshme, po më vjen, po të qëndrueshme. Dhe madje shaka ime deri tani ka qenë që Shqipëria funksionon dhe jashtë, jo vetëm jashtë ligjeve njerëzore, po jashtë dhe kozmikeve, se gjithmonë kur prisja të ndodhe diçka, për shembull unë ndihmoj prisja vjet në zgjedhjet e majit. Nuk ndodhi. Ndodhi në Nepal, po jo në Shqipëri. Unë e prisja vjet në zgjedhjet e majit. Më mirë vonë se kur, thot po. Absolut. Po jo, në këtë rast jemi në një orë që nuk gabon. Ishte, domethënë pritshmëria ndoshta ime, prandaj them, edhe nëse ka ndonjë cedim me astrologjinë, është nga këndvështrimi i interpretuesit ose biasi njerëzor, nuk është problemi me çfarë po ndodh në dizajnin hynor. Kisha një pritshmëri për një xing vjet në maj, që thashë pash pastaj në Nepal, po jo në Shqipëri, kështu që pas një maj kishte ardhur absolutisht koha, do ishte habitshme mos ndodhte. Po thoya që ishte vështirë dhe është e vështirë të kesh një moment referencë për lindjen e Shqipërisë.
unë kam punuar në përgjithësi kur isha kurioze ta referoja me Hartën e Pavarësisë, di astrologë të tjerë që kanë punuar me Republikën Popullore, me logjikën që ajo është vetëm një sistem që nuk ka ndryshuar, ndërkohë nga pavarësia kemi jo po mbretëri, jo po ka ndryshim sistemi, por unë shikoj vjeshmërinë e një shteti të pavarur sovran. Dhe me çfarë ndodhi këtë maj, mua më riafirmua pak a shumë si hartë reference, ajo. Sigurisht mbetem të limituar, të referosh një komb, një ditëlindje kombi është e vështirë. Duhet të kthehemi as Iliris nuk mund ose Pellazgis nuk e di kur mund ta gjejmë që është krijuar Shqipëria që ne kemi tani. Pavarësia bën deri diku sens dhe me Hartën e Pavarësisë ka disa aktivizime ikonike. Pra ka disa vende ku vetë ajo e orës që bën ding në mënyrë të shumëfishtë dhe që të ndodhin gjëra të mëdha duhen gjëra të shumëfishta. Kjo si në personalen edhe në kolektiven. Dhe kemi një cikël 84 vjeçar, rikthehem te ajo kur lexova 84 vjeçar nga ata historianët, thash ky është cikël uranian. Do të thënë të gjithë astrologët e dinë që ky është Urani që kthehet në të njëjtën pikë të zodiakut. Aq e ka si në vetë ka dielli 365 ditë, ai ka 84 vite diellore. Dhe është shumë komplekse sepse nuk duhet parë më vetshmas, ka domethënë ai bashkëpunon me gjithë të tjerët dhe me të gjithë që takon rrugës krijon cikle të mëvetshme, pra ato shumë ora të shumë fishta me ingranazhe që thash, por sikur në vetvete thjesht të marrim atë 84-ën dhe ta përdorim për të shkuar prapsh në histori, shohim që ka aktivizime të rëndësishme. Te Shqipëria s'mund të shkojmë shumë larg, se ajo në vetvete, po të shkojmë një 84-sh më tutje, s'është e njëjta hartë, s'është harta e pavarësisë. Kështu që unë shkova vetëm një 84 tutje edhe kishte sens në botë është konteksti luftës së dytë botërore, në Shqipëri kemi krijimin e Republikës Popullore dhe gjithashtu pasojat që të rezulton është Gen Z-ja e lidhur shumë me astrologjinë? Janë dhe të shumë të mirë informuar. Unë mendoj që të gjithë prej tyre që kanë pak interes, që janë shumica, janë në mënyrën e tyre pak astrolog. Sepse ndryshe nga njerëzit tashmë që i referohen, i bazohen vetëm në astrologjin pop, që din vetëm këtë shenjën e tyre në 12, kur takon një Gen Z, ata e din hartën e tyre. E din hartën e tyre, din edhe ta interpretojnë. Nuk mund të them që kanë marrë përsipër. Cilat janë burimet e tyre të informacionit? Media sociale kryesisht. Edhe YouTube. YouTube është në shkollë. Domethënë ti zgjidh një temë në YouTube mund të marrësh diploma. Është institucion shumë i rëndësishëm për informimin dhe edukimin patjetër. Pavarësisht se s'është formal. YouTube-in nuk unë personalisht nuk kam studiuar nëpërmjet YouTube-it. Unë edhe nuk besoj te dija edhe në falas. Edhe kam investuar në dijen e marr. Sepse ndër të tjera aty ka kakofoni. Po më bëhen dy kanë gjitur. Kishte kanë para, po. Edhe në këtë sens ti nuk e di çfarë cilësi informacioni po merr, edhe kush po ti vendos filtrat e tua të bot kuptimit të asaj shkence. Kështu që unë nuk kam përdorur YouTube-in, kam përdorur platforma private të mësuesve të mi. Megjithatë shumica e njerëzve, nëse duan, ka plot po gjet edhe mësues të mirë edhe në YouTube. Që janë mënyra të shëndetshme, pra nuk është kjo mënyra që diskutuam ne. Janë shumë më të shëndetshme sepse ata, mund të bëhen ja dy në botë kuptimin fillestar të varur të tranzitet, edhe kush Gen Z e di çfarë janë, por të paktën nuk më lexojnë horoskopin. Ne që si jemi Gen Z Kristina. Është ky tranzit. Është ajo që po flisja edhe për orat tani. Ti merr një moment bazë të lindjes, atë që e ke të fotografuar, të pandryshueshëm, dhe tranziti është ku është qelli i momentit, pra ku janë lëvizjet e momentit, i ve lëvizjet e momentit mbi atë që ti ke si bazën. Dhe njerëzit punojnë sigurisht me hartën e tyre të lindjes. Kjo është një nga teknikat bazike të parashikimit apo të kuptimit të tashmes dhe ku po shkojmë në të ardhmen. Ajo në vetvete nuk është treguese mjaftueshëm, sepse duhet të ketë teknika të tjera që e mbështesin, idealisht duhet me rregull treshi, që një gjë që e çek ora të aktivizohet. Po kur kemi 2-3 pika të orës që aktivizohen, edhe një teknik tjetër që mbështet, duhet kemi pritshmëri që të ndodhi vërtet diçka që është e përjetueshme në botën materiale. Përjetime emocionale i kemi apo të brendshme i kemi gjithë kohës. Shumica e njerëzve punojnë vetëm me tranzitet. Edhe aplikacionet, edhe horoskopi punon vetëm nëpërmjet tranzitet, sepse çdo gjë tjetër bëhet vetëm duke patur hartën personale, nuk mund të përgjithësohet. Mund të shpjegoja si bëhet horoskopi, po do më duhet idealisht sa foto, imazhe. Por dua të them që Gen Z mendoj se duke patur këtë informacion shumë më të sofistikuar, mund të themi astrologjik, është më mirë se sa brezat e tjerë. Kjo
mund të ketë pak më tepër se ç'duhet ose ti ke deleguar pak më tepër se ç'duhet. Ose arëm që është dhe një moshë ku ti ke nevojë ta bësh atë profilizim në njerëzve pak më shumë. Po se janë faza e njohjeve, Pikërisht. lidhen Shkojmë, nuk shkojmë ciklet e ne, jetës. çfarë më bën ti mua, edhe e kanë, po janë shumë të ekspozuar tek kësaj gjuhe. Tash mund të jetë pak herët dhe nuk pres mendim shumë të sofistikuar, në këtë sens edhe nuk pretendojnë shumica të jenë astrolog, besoj dhe shpresoj, por që janë shumë më mirë dhe më të edukuar se sa çdo brez Ka tjetër. astrolog që ti i gjykon si profesionist në Shqipëri? Ka Apo- astrolog profesionist që se thua të them gjëra tani po. Jo, Unë vetë bëj shumë punë rehabilituese në gjuhën shqipfolse. Para 3 vitesh vendosa që do bëj shërbim vetëm në shqip, dhe pse unë kam gjithë mësimin anglisht dhe është pak e vështirë për mua ndonjëherë. I kam bërë blok gjithë astrologët shqiptar, sepse jo se ishin gabim teknikisht, për aq sa mund të më jenë shfaqur apo sa më kanë thënë të tjerët, nuk kanë njerëzillëkun e dur apo etikën e dur dhe kanë shkaktuar shumë dëme. Më vinë, domethënë, unë për njerëzit që janë të ekspozuar tashmë drejt astrologjisë, e kanë bërë edhe një konsultë tjetër, kur më vinë, unë e kam 80% të punës rehabilituese. Pra, ty të është thënë një fjali që të programon pastaj vetë të dijen, dhe ti je sigur që ose të ndodh ashtu, ose do jetosh gjithë jetën me atë frikë. Ky është një bon sens që nuk e kanë shumica e astrologëve, me të cilë unë vetë nuk kam marrë asnjë shërbime, po më kanë ardhur klientë të përbashkët. Dhe këtë e gjej si një gjë shqetësuese. është shumë shqetësuese, edhe vjen sepse nuk e di ku e kanë marrë edukimin, por ndonjëherë është edhe sepse kanë vetëm edukim astrologjik. Nuk kanë edukime të tjera suplementare dhe nuk kanë baza, si për shembull urdhri i psikologut ka gjithë kodin e vet të etikës. Normalisht astrologët që punojnë me individin duhet të kenë një kod etike shumë të fortë, ose thashë minimalisht një sens njerëzillëku apo empatie dhe bot kuptimi, mos hy në komplikimin me shkencat më okulte dhe apo ezoterike, që të dish në nivel energjetik çfarë po i bën këtë individi, po e drejton për mirë apo po e drejton për keq. Kështu që thash nuk mund t'i vlerësoj nga ana teknike, dhe unë personalisht nuk kam punuar as studiuar me asnjërin, prandaj ndoshta se them dot as emra, di nëpërmjet klientëve të mia që ka raste shumë problematike. Kështu që unë madje nëse do bëja një thirrje do ishte pikërisht që të fitohet pak sens etik më i fort në praktik. Unë mendoj se dhe mënyra si unë kam punuar këto vite, që e ka trequr njerëzit tek unë, është së pari janë kurioz për lëvizjen time profesionale, edhe unë njerëzit surprizohen kur i them që unë në fakt mbi 80% punës e kam me gra që janë në lëvizje profesionale. Nuk më vinë se unë nda nga i dashuri. Më vinë sepse duan diçka më shumë nga jeta apo diçka më aligned, më të sinkronizuar, më të dëshiruar prej tyre. Përpiqem të jap dorën në atë mënyrë. Dhe e humba linjën e mendimit, po nëse do bëja një thirrje, pra nuk do ishte sofistikimi teknik, që ndoshta ai mund të jetë, po atë nuk po e vlerësoj dot, do jetë pikërisht që të dinë të përqasen më mirë njerëzve, që kur hapin gojën, kur thoni fjali, të kuptojnë karmën saturniane dhe e dinë ç'do të them me këtë fjali. Po i bëj mirë personi tjetër me këtë, po e orientoj si duhet apo nuk ka ç'i duhet. Madje edhe kur shikojmë diçka potencialisht të rrezikshme në hartë, mënyra si how we deliver, si e themi, mund të jetë, ndonjëherë mund të duhet mos e thuash fare, ndonjëherë duhet ta thuash me shumë takt ose në mënyrë që nuk duhet të shkaktosh frikë. Ajo çka është mirë kuptuar në të gjithë shkencat shpirtërore është që ti nuk duhet të operosh nga frika. Frika është niveli më i ulët i vetëdijes. Në rast se ti me punën tënde, çfarë lloj teknike? Tu po flasim për astrologjin. Je duke rritur frikën, nuk je në shërbim të njerëzimit, të shpirtit, të individit, të kolektivës. Mund të thuash diçka më shumë mbi gratë dhe që ti punon zakonisht për ato që përmende. Çfarë është gjë e bukur që gratë vijnë pikërisht për këtë, ndryshimin në karrierë, pritshmëritë që kanë, punën që duhet bëjnë mbase, po këtu ju referohesh grave shqiptare apo të huaja? Unë punoj me gra shqiptare, shumë në diasporë. Madje vitin e parë të punës mund ta kem patur shumicën e punës. Nuk është se nuk kam bërë statistika. Me gra kryesisht në diasporë, ndër të tjera mund të jetë pikërisht sepse janë ekspozuar edhe me mënyrën si e bëj unë edhe jashtë, ndoshta jo në Shqip, po me të njëjtën ose gjashmëri delivery materiali. Mund të ishte edhe për arsye financiare, nuk e di, po ose intrigonte backgroundi im përsëri thash, po kam punuar kryesisht me gra në fillim nga diaspora, po dhe gra në Shqipëri plot. Kam patur një fat fenomenal që kam punuar si me gra nga fshatrat e Shqipërisë që unë nuk e di ku janë, që ishin thjesht nënat pa puna, e thashë, më thoshin, kur pyesoni për gjithmonë pse erdha. E është i rëndësishëm qëllimi.
Dhe I thash, çfarë të solli në konsult? E tha, pash që kishe shumë libra prapa, e mendova që do dica gjëra. Do thënë ka patur dhe këtë arsye, kam punuar dhe se ndoshta s'duhet të jap më shumë informacion se ç'duhet me gratë më të pushtetshme dhe më të pasura shqiptare. Dhe I kam të gjithë spektrin. Sigurisht, një predominancë apo mesatarja janë gra që kanë një arsim të lartë edhe profesione të mira, deri diku ndoshta edhe domethënë me ngjashmëri edhe me mua, por e kam të gjithë spektrin, domethënë edhe pa arsim ose me arsim shumë të vogël në vendin më të fshehur, të humbur mund të thoshin disa të Shqipërisë, edhe deri në Honolulu apo dhe brenda Shqipërisë njerëzit me pozicione shumë të larta e figura publike. Ndryshojnë shqiptarët nga të huajt? Shqiptarët e Shqipërisë me shqiptarët apo shqiptarët me të huajt? Nuk kam patur shqiptarët kudo që janë me të huajt. Për sa I përket astrologjisë, do thoja që apo janë të njëjtat kërkesa më vinë mua. Sepse mua më vin pikërisht ata që janë hapur ndaj kësaj astrologjisë të personalizuar dhe jo detyrimisht fatësiellse, po si gjuhë vetnjohjeje edhe përqasje më mirë të asaj që mund të jetoj. Pra, unë nuk kam probleme fjalën fat, e njoh, e pranoj, e studioj, por keq përdoret fjala fat dhe prandaj si puna e astrologjisë keq përdoret e përdor me rezerva. Njerëzit që janë të fiksuar, çfarë do më ndodhi, kur do më martohet djali, kur do më martohet vajza, janë klientë që unë dikur dhe më vinin I refuzoja, tani e kam vënë filtrin aq të fortë se as nuk më vin. Por unë refuzoja dikur sidomos punë në mënyrë të vazhdueshme. Kam disa rregulla për cilën kuadrat etikës shumë të rëndësishme, me adultët flas vetëm vetë drejt për drejt, nuk një mama që ka fëmijën 18 vjeç, që I them si 18 vjeçarin, nuk e punë ti për artën e personit. Po pikërisht është I rritur nëse. Kur vin njerëzit shumë rrallë që kanë ardhur për kontekste të marrëdhënieve, I them personit tjetër nuk ja shohim hartën, përveç nëse ke leje ose është prezent në telefonat. Kështu që vin nga një botë ligjore në fund të ditës, edhe vazhdoj etikën ligjore dhe rregullat, kontratën që kam me praktikën, pa le me njeriu, e kam shumë të shenjtë, edhe e vazhdoj e ndjek. Njerëz të tjerë thash nuk mund të flas për vetë dijen e shqiptarëve në përgjithësi. Unë nuk mund të them që kam punuar me shumicën e shqiptarëve. Por them që është fat që kam punuar me mjaftueshëm gra që më tregon që kam mjaftueshëm në rritje nivelive të dija. Është profesion I rregulluar në Shqipëri se kam në dijenin time jo. Ndoshta do ta kisha studiuar. Në botë? Jo, dhe në botë nuk është I rregulluar, ndër të tjera sepse është, siç thash, shumë I degëzuar, kështu që ku do ta rregullosh? Mbase ka astrologjia mjekësore, ata e kanë në disa shtete të Bashkuara të Amerikës, e kanë të detyruar gjithmonë të japin disclaimer që kjo është vetëm për arsye entertainment, për argëtim dhe informacion, nuk duhet marrë si diagnozë. Dhe kanë detyrim ligjor në disa shtete të Bashkuara të Amerikës, specifikisht për astrologjinë mjekësore. Ndërsa në praktikat e tjera ndjenin time jo, por me çdo astrolog të mirëfill dhe përsërish operon me një kod etike, I kur shkon I ke pranuar sa terms and conditions, I ke pranuar sa kushte e kondita dhe unë I kam në web faqen time. Pra, në përgjithësi nuk është e rregulluar ligjërisht, në përgjithësi po them për në botë. Në Shqipëri ndjenim time fare dhe shpresoj ta di siç duhet. Të jem e sinqertë edhe si shuriste, preferoj që nuk është e rregulluar, por do pëlqeja që të rregullohej me ndërgjegje ose me atë etikën që thash që duhet ta ketë çdo person që punon me njerëz, siç e ka infermieri dhe psikologu duhet ta ketë edhe astrologu, për sa kohë bën punë konsultuese. Mund të ketë astrolog që s'bën punë konsultuese. Për sa I përket punës që bëj unë që thash kryesisht me gratë, nuk mendoj se është mungesë kurioziteti nga burrat. Unë nuk më ndodh të ulem në një kafe me burrat apo të prezantohet me t'ju them çfarë bëj dhe studioj dhe mos jem kurioz. Absolutisht nuk ndodh. Dhe mësuesit e mi janë kryesisht burra. Mos them pothuajse vetëm burra, janë kryesisht burra dhe janë ata që tash ish shkencëtar dhe inxhinier që tani bën edhe e japin mësimdhënie astrologjin apo krijojnë software, teknologji për sa I përket astrologjisë. Megjithatë puna ime është kryesisht me gratë në shumë dimensione. E kam edhe gra që I takoj çdo muaj, kam edhe gra që I takoj vetëm në konsulta, kam edhe që krijoj ndonjëherë evente. Plus unë jap mësim çdo muaj, kam studente të rregullta. Dhe e shoh që ka më tepër kuriozitet, sepse për mua gruaja ka bërë më shumë punë me veten në përgjithësi. Gjatë gjithë historisë të viteve të fundit, shekullit të fundit, edhe me feminizmin në një mënyre, gruas ju hap bota, por edhe sfida për të arritur veten. Unë nuk e quaj më veten feministe dhe nuk do vazhdoj të komentoj feminizmin, por gratë kanë bërë shumë punë, thash, në kontekstin të jemi më të mirë arsimuara, më të mirë edhe në kontekstin thash estetik, të njohjes të botës, të njohjes të vetes, dhe janë më të vetëdijshme siç e quaj unë.
edhe me gjuhën time, gjithë këto planetet e gjeneratës që thash që bëjnë procese të gjata të rëndësishme, kanë qenë në ato pozicione që ne i quajmë të energjisë femërore. Të gjithë secilit për nesh i kanë edhe burrat. Nuk është puna burra gra, është puna si dimension. Dimensioni intuitës, i njohjes të padukshmes, i empatisë, i ndërlidhjes me tjetrin. Këto janë energji që ne etiketojmë femërore. Ato që lidhen me kuptimin e botës vetëm në mënyrë racionale, mentale apo vetëm nëpërmjet veprimit, i kuptojmë si energji mashkullore. Të gjitha ato lëvizjet e orës ishin deri si vjet në energjitë femërore, që të thot ajo tokë është punuar mirë, edhe është bërë shumë punë. Dhe tani duhet të punojmë me këto, si e ndërmarrim veprimin ton, si e rregullojmë botën tonë mentale, si rregullojmë padyshim teknologjinë, komunikimin, leximin, të folmen, gjithçka që i përket, domethënë shkëmbimit të informacionit, ne e quajmë elementi i ajrit. Edhe si epokë kemi kaluar në një epokë ajri, konsiderohet tani. Po çfarë do të thotë kjo është që gratë absolutisht e ndjejnë më shumë energjinë femërore dhe ju atribohet më shumë dhe kanë punuar më shumë atë gjë. Rrjedhimisht kur vjen puna për ta jetuar jetën në mënyrë më të vetëdijshme, ta kuptoj botën më të madhe se ç'është, janë ato që vijnë të parë apo të paktën investohen. Thash nuk shikoj mungesë kurioziteti nga të dy palët, po shikoj investim nga gratë deri tani të paktën. Dhe janë, siç e komentova, të shumë llojshme. Se na ti qëndron në Shqipëri, do lëvizësh, si funksionon? Unë jetoj, si ke bërë unë zgjedhjen? punoj nga laptopi, që do të thotë unë mund të punoj nga të dua. Po. Por zgjedhjen e kam bërë, unë jam njëri shumë solar, e kam shumë të rëndësishëm diellin, është arsyeja pse si nga Shqipëria, mund të kisha jetuar ku të doja, si me diplomë edhe me pasaport mund të shkoj të jetoj ku të dua praktikisht, por kam zgjedhur të jetoj në Shqipëri. Edhe për shkak të klimës, dhe klimën unë ndjek që deri tani të paktën e kam patur atë luks, në muajt e nxehtë të verës jetoj në Korçë dhe në muajt e ftohtë të dimrit jetoj në Tiranë. Kryesisht, mendoj lëvizjet e këtu ndërmjet tyre apo edhe në ndonjë vend jashtë Shqipëria, por kryesisht kjo është lëvizja ime kryesore. Jetoj në Shqipëri. Shqiptare në Shqipëri me shumë zgjedhje të qëllimshme për të qëndruar këtu. Dhe ke zgjedhur të kthehesh se sa herë kam shkuar, nuk ka qenë asnjëherë ideja të qëndroj jashtë, të paktën mund ta ketë patur pritshmëri dhe ndonjë prind, por unë jo. Edhe kam shkuar të studiosisht thash në Angli, e dija shumë që do kthehesha në Shqipëri ndër të tjera sepse kisha bursën, por jo vetëm, nuk e shikoja veten asnjëherë në atë mod depresiv ndër të tjera. Ndër të tjera, po bëj një koment si përfaqësor. Kështu që u ktheva dhe nuk pata plan të ik, edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku shkova, kisha potencialin ta vazhdoja punën qoftë atje, qoftë nga headquarteret e tyre në Europë, se mos në Spanjë që i kanë, me shumë dashuri dhe ngjashmëri për atë punë përsëri për klimën apo ndonjëherë edhe kulturore me Spanjën, mund të kisha zgjedhur, por jo, u ktheva në Shqipëri. Kam shumë të qëllimshme punën time në Shqipëri. E konsideroj vetëm pak si antenë të rënjëzuar këtu, ndjej një rol social, sido që e bëj. Mendoj që e ke pasur këtë rol fuqishëm edhe të ndikimi që i ke bërë audiencës që të ndjek. Po themi në rastin e protestës. Ta lëm më njëm pak astrologjin, po në kuptimin edhe të 2-3 mesazheve që mund të kesh dhënë. Unë kam qenë angazhuar politikisht që fëmijë. Në sensin se njerëzit e ngatrojnë politikën me partinë, unë jam njeriu më ndoshta do ta bëj për audiencën sqarim, njeriu më apartiak, edhe që unë ndonjëherë vrasmendjen, unë po të isha në pushtet do bëhesha opozitare vetes në atë nivel jam unë. Unë do jem kundërshtare çfarë do që të jetë, ky është rregulli. Peçi kondra që jam në Korçë. Edhe në këtë po kam qenë politike në kuptimin që në klasë të 6, kur kam qenë klasë të 6, është prezantuar ai formati i ri edukativ dhe senati i shkollës, kam qenë senatore, dhe unë kam qenë senatore deri në Cambridge, përfshi Cambridge-in. S'kem pasur të kaluar të ngjashme. Si janë rastësore gjërat. Kam qenë në Cambridge, përfshi Cambridge, kam qenë aktive në shoqërinë civile dhe në nisma qytetare politike gjatë kohës si studente, bëra shkëputjen si avokate, ndër të tjera për shkak dhe të profesionit, duhet ai neutraliteti një lloj si dhe te gazetari, pak a shumë. Edhe pse s'është i natyrshëm për mua, unë di të mbaj qëndrim politik. Edhe tani e kam bërë përsëri me gjuhën time, sepse nuk është një gjë, thash, organike e imja, e përdora absolutisht platformën time, që ndër të tjera unë e shikoja, e para shikoja, një zim të tillë kolektiv, thash unë përdor gjuhën time, por po flasim për protestën dhe e përdora platformën time edhe për të orientuar protestën. Unë vetë ndonjëherë nuk e bëj në qëllimshme, besoj ashtu më vjen, po ka shumë gra sidomos që më shkruajnë pastaj që më ndjekin, to faleminderit që na the, faleminderit që e shpjegove, faleminderit për edukimin që bën, dhe njoh të paktën 2 persona që po më kuptojnë tani me emër,
që kanë qenë nga ato gratë e para në diasporë që organizuan protestat në qytetet e tyre përkatëse. Që do të thonë me fjalën time, që të kanë ndjekur ty po, pra. me fjalën time, përveç shoqërisë e ndjekësve të mia në Shqipëri që kemi dalë në shesh, apo unë vazhdoj edhe sot në mëngjes e inkurajova me shënmëri dhe me bletët, e përdor çdo gjë për twist me atë që unë kuptoj për protestën. E kam patur ndikimin edhe te diaspora nëpërmjet thash punës time me diasporën. Pra unë e shoh veten si studente të përjetshme, edhe paralelisht kur mësoj shumë përpiqem ta ndaj edhe si domethënë mësuese të përjetshme, dhe sa më takon edhe çfarë di unë do ta ndaj. E ke vendosur tani do t'ja dedikosh jetën tënde astrologjisë? Unë kam vetëm një vendim në jetë. Domethënë një që ja u them dhe njerëzve që kanë energji të ngjashme me mua, give yourself grace, e them në anglisht, jepi vetes mirë kuptimin që do ndryshosh tërkohës. Unë nuk e bëj dot një gjë për shumë kohë, por ndryshe nga siç e shohin tjetër, për shembull thonë e dogje diplomën e Cambridge, unë e shikoj si hapa që më mbështesin njëra tjetrën. Nuk mendoj se do isha astrologe e kësaj mënyre, apo se s'dua them kaq e mirë, apo kështu siç e bëj, po mos kisha edukimin tim paraprak ligjor edhe të gjithë edukimet e tjera, edhe shpirtëror, se s'kam studiuar vetëm astrologjin. Në këtë sens, unë nuk e di nëse do jem, dhe gjathat janë që jo, nuk do jem të jetën astrologe, sepse dhe tani nuk them që jam vetëm astrologe. Po, e sqarova atë që ke çik problemin për të etiketuar veten saktësisht se çfarë bën. Dhe them me të qeshur që kam patur gjatë jetës time, unë i çoj njerëzit shpesh në këtë pyetje që e kanë haruar çfarë do të bëj kur isha i vogël. Unë i mbaj mend. Edhe kam dhe të shpije vetes që në një formë o tjetër do të realizoj të gjitha gjërat që doja të bëja kur isha. Çfarë doje të bëje pra? Po ka një emërues të përbashkët e të gjitha që ishte mësuese. Pra unë kam patur që 5 vjeç kisha një drast të zezë, edhe bëja me shkum sa audiencës imagjinare. Kurse unë kam bërë kapakun e dollapit të prindërve. E shkruaj me shkumës. Pra kishe një drast edhe ti. Po, kapaku i dollapit. Edhe i fshija shpejt, po me një shkumës që nuk ngelej. Edhe pastaj flisim edhe gjatë, e gjerja u shpjegonim bashkëmoshatareve, shoqeve, detyrat e shtëpisë në telefon. Nuk e di nëse ti e ke bërë. Unë e kam bërë edhe në telefon, edhe në grupe Facebooku, në gjimnas. Dhe pastaj ti pyet veten, si u lidha kështu me pedagogjin, po them. E ke bërë gjithmonë. Në Kopsht e thash pardi një shoku këtë që mua mësueset, edukatorët e Kopshtit nuk më thrisin me emër, më thrisin e Mira. Po pse tha se isha nëse mirë thash unë, se ato tër ditën s'bënin asnjë punë, unë bëja rendin dhe thoja pralla që më thoshte gjyshja tër ditën, ose takova se e shkava shumë, po për të thënë si mbetemi thelbi ynë gjithmonë. Takova, po ja gjiu në shtëpisë në një dasëm që isha para 2 javësh në Korçë, dhe ai më mbante mend tha, ti ajo e madhja tha që më zgravisen për mure, sepse si the dollapin tim, unë kisha përsëri dhe muret, një vend ku unë shpalosja atë që doja të ndaja apo të krijoja, dhe ta shikonin edhe të tjerët. Kështu që në thelb çfarë do që unë të bëj, edhe ç'është vërtet edhe kur isha në ligj, të gjithë pedagogët e mi kishin pritshmërinë që unë do të hyj akademisë. Pra do isha akademike në botën në fakultetin e drejtësisë, le të them. Kërkimi të vinte i natyrshëm. Kërkimi më saktë mua më vjen natyrshëm pyetja. Edhe mos mbëritja në një të vërtet finale, edhe e rëndësia për të patur një kuti të hapur. Unë shpesh dukem shumë kështu propetente, më thon, ndonjë më thon arrogante, ndonjë më thon je shumë e bindur për atë që thua. Është tash unë jam njeriu më me pikpyetje të mundshme në kokë, prandaj edhe hyn shumë vrima që quaj unë zbulimi. Nuk besoj që njeriu ka kapacitetin të arrijë një të vërtet përfundimtare. Në këtë sens, edhe unë dua të përdor gjithë mjetet e mia dhe kurset e mia për të arritur sa më të vërtetën të mundem unë, nga këndvështrime të ndryshme. Nuk e di nëse do vazhdoj të mbetem gjithë jetën astrologe, gjasat janë që jo, por unë nuk do të harroj asnjëherë, është si puna e bicikletës. Ose e notit, siç thonë. Ose e notit, që nuk harrohet. Je ama shumë dyshuese ndaj teknologjisë. Je në ekstremin tjetër. Unë vetë jam shumë e moderuar dhe mendoj që teknologjia është një armë dhe gjithmonë bëj atë jap rastin, po të themi simbolik e armës në duart e një kriminali apo një polici. Si e përdor? Është si e përdor. E njëjta armë është. Por rikthehemi të si e gjykon ti pse kaq dyshuese ndaj teknologjisë dhe do t'ja prap një shpjegim të gjatë. Kishe bërë dhe këtë izolimin ndaj saj me të shnarrëfeve gjatë bisedës. Do t'ja prap një shpjegim të gjatë për të qenë saktë. Një miku im që punon me HR në disa nga institucionet më të rëndësishme në Shqipëri dhe me CEO level, me nivel menaxherial, më ka bërë testin që bën ata. Që doli ajo që unë studioj me hard në gjuhën e vet.
Dhe gjeti paradoksin që unë jam sa shumë tradicionale edhe shumë e prirur për inovacionin. Unë ju kujtoj njerëzve që kam bërë platformën e parë teknologjike ligjore. Që thot, unë nuk kam problem me teknologji në vetvete. 100% e punës time bëhet nëpërmjet mjeteve teknologjike. Njerëzit më njohin nga media sociale, njerëzit e takojnë në Zoom, edhe më dëgjojnë, ju regjistroj, aty reklamohen, aty edukoj. Që thot është mirë, aty krijoj hartat nëpërmjet softwareve. E vlerëson teknologjinë vetvete. E vlerësoj teknologjinë si një mjet i krijuar për të na facilituar disa procesa. Për momentin, njerëzimi po shkon në nivele që unë i kuptoj teknokratike. Dhe është i nevojshëm jo thjesht një detox një javor. Unë dikur që s'kisha punën, është dukesha 1/3 e vitit, më gjente asnjëri askund. E kisha këtë. Para pjesës e kisha të qëllimshme të shkëputesha. Tani është bërë shumë e vështirë. Siç po të thoja pak më përpara që kanë dalë statistika së fundi, nuk e mbaj mend kush i kishte nxjerr, ishte bërë përdorimi i media sociale në të gjithë Europën, edhe më erta dhe përqindja më e lartë, 94% ishte nga shqiptarët. Kjo mua më vjen si reflektim edhe nga modalitetet të ndryshme që unë kuptoj realitetin, dhe jemi në kushtet që teknologjia mund të jetë miku dhe armiku ynë më i madh. Thënë kjo, unë kam zgjedhur të mos përdor inteligjencën artificiale, përveç se kur është e integruar në diçka dhe unë s'mund t'ja heq aplikacionet, unë nuk e përdor. Së pari sepse unë kam një alliance, një betim, një shenjtrim të madh me tokën dhe unë e kuptoj se ajo është bërë tashmë një nga rreziqet më të mëdha për natyrën. Kjo po rregullohet tashmë me ligj, nëpër Shtetet Bashkuara të Amerikës sidomos, me ato data centers e të gjitha që krijohen, se njerëzit mendojnë që komunikimi dhe krijimi ndodh në re. Është kjo konteksti i qenit në epokën e ajrit. Ne mendojmë se ndodh në ajër, po ato janë të konkretizuara në hapësira që po dëmtojnë mjedisin në mënyra katastrofike. Fjala katastrofë është e qëllimshme. Është edhe e vogël përballë asaj që po ndodh. Pikërisht, domethënë nuk është dëmtim mjedisi, janë katastrofa natyrore. Unë kujtoj njerëzve gjithmonë që AI-n apo dhe paran apo çfarëdo që të jetë informacionin nuk hahet, as nuk jetohet. Të duhet ujë dhe oksigjeni në këtë ekzistencë njerëzore. Në këtë sens unë kam vendosur në mënyrë të vetëdijshme, mos e përdor fare ose në mënyrë fare minimale përdorim në inteligjencë artificiale. Kjo është së pari për arsyen ekologjike, së dyti sepse dua të mbaj sovranitetin e mendimit tim. Edhe nuk dua të krijoj edhe si thua tru për tac, që e shoh që është fenomeni mbijetues tani. Domethënë thon njerëzit me të qeshur, dikur thuaj histori që shkonin në shkollë. Attention span që quhet sepse ti praktikisht nuk ke vëmendje, merr çdo gjë gati. Po ndërkohë s'merr asgjë. Në bazë të algoritmit që po. Ndërkohë s'merr asgjë se të më pyesësh 2 video para çfarë pe, ndoshta edhe një para, ti nuk e mban mend. Nuk e mban mend, po. Pra ne kemi krijuar tru jo vetëm tembel, po as të deformuar, nuk po më vjen fjala e duhur, sa po më vjen në fillim anglisht, inekzistent, nuk përdoret më truri. Ka njerëz që kanë deleguar plotësisht modalitetin e të menduarit tek teknologjia. Pastaj më hyn te pjesa si përdoret teknologjia nga njerëz që din ta përdorin në qëllimshme, si diktohet algoritmi, kush e ushqen informacionin. Më tham në krye të kësaj bisede si kishte bërë këtë gjë me informimin dhe median kryeministri. Ka njerëz dhe fuqi shumë të mëdha se kryeministri, pikërisht ata madje që shkojnë dhe përtej pronësisë, që e përdorin, e krijojnë, e din ta menaxhojnë këtë kutinë e zezë, që unë them tani. Kjo nuk është kod së koti kuti e zezë simbolike. Me kutitë e zeza humbet shumë lehtësisht, është një void, është një boshllëk. Është një vrimë e zezë dhe në këtë sens dikush është i pavetëdijshëm, atje ka humbur veten. Prandaj unë nga njeri që e kuptoj teknologjinë edhe e përdor teknologjinë, krijoj limite aq të mira sa dikujt mund t'i dukem edhe prapanika. Për të mos e përdorur në mënyrë të qëllimshme gjithashtu. Sepse shikoj sa dëm të madh kjo ka si individual edhe social dhe është e frikshme. Unë mendoj se ne do ishim, madje mund ta shoj prapë te protesta, qindra mira më shumë në rast se ne nuk do kishim celularin. Celulari do ishte mjet që informohesh se është protesta në këtë moment dhe shikon edhe padrejtësinë që është bërë. Por nëse ti s'do haroje të scrolling edhe ku diun edhe të ato propagandat e qëllimshme, do kishe shumë më shumë njerëz në shesh. Se njerëzit tani kanë haruar jetën e tyre, jetojnë jetën që e ekranit. Jo të thotë nuk po del fizikisht atje. Po kemi qenë në këtë periudhë pra kur nuk i kemi pasur celularët dhe nuk kemi qenë aq shumë në shesh. Nuk ka qenë edhe ka shkesh në një farë mënyrë. Kam tendencë. Mendoj se kjo është deri diku dhe dakordsi, është akumulative ajo keqësia që kemi tani dhe unë e thash në kryeterës nuk dua të bien kundërshtim me veten. Kontekstin e rrjetëzimit e ka bërë shumë mirë dhe të informimit. Por ka një gjë që është informim, ka një gjë pastaj që është edhe argëtim, hajde mo deri diku, ka edhe pjesën që je në hipnoz.
Dhe kur kemi kaluar te kjo drejtë aq përmendim ti me shumica e shoqërisë botërore, jo vetëm shqiptare, por duket sikur Shqipëria pak më tepër, mendoj sepse ne jemi në përgjithësi më të ngeshëm. Më pak të inklanuar drejt punës, por mendoj që bisedat në kafe, edhe pse unë i kam shumë problem, janë shumë më të shëndetshme se sa qëndrimi në celular. Fatkeqësisht tani dhe në kafene, po të rish si vrojtues do shikosh të gjithë janë në celular. Janë gjithë nëse ke 5 njerëz që janë duke u takuar me njëri tjetrin, po unë e shoh shumë shqetësuese, në fakt e kam parë teknologjinë shqetësuese, sidomos në raport me brezat e rinj. Duke qenë që më ka rënë rasti të njoh dhe çfarë kam vënë re përtej edhe efekteve të fenomeneve të tilla në shoqërinë shqiptare, si për shembull ngritja e call centerave. Që ka qenë fenomen sipas logjikës sime shumë dëmtues për të fuqizuar talentin e vërtet të rinjve, sepse call centrat po themi janë parë si punë provizore, ndërkohë që kanë qenë pikërisht të call centra që kanë vrarë mundësinë që të rinj të rriten profesionalisht në ato deg që kanë zgjedhur ose edhe në ato deg të reja apo profile të reja që do duhet të zhvillonin veten e tyre. Teknologjinë e kam parë në këtë aspekt, pra të faktit se nëse mund ta themi shqip ka marrë në qafë të rinj, të cilët kanë menduar në një moment se mund të ishin, po themi, influencer, apo mund të bënin parane shpejt. Dhe janë futur edhe brenda këtij qerthullit që hap një account dhe fillo prodho, po ndërkohë ti nuk je përgatitur për ta bërë këtë gjë, sepse ti mund të kesh patjetër influencën tënde, po themi në hapësirën digjitale, po duhet të jesh i formuar pra. Duhet të kesh çfarë të Duhet të japësh. kesh përvojën, duhet të dish se çfarë përmbajtje do të japësh kësaj audiencë, nuk mjafton forma. Sigurisht forma është gjë më e thjeshtë, mendoj unë, megjithëse nuk e di, piktorë, skulptorë, arkitektët do më kundërshtonin në këtë moment, por ama përmbajtja është një gjë që nuk të vjen se je i ri apo e re në këtë rast. Dhe mendoj që teknologjia influencoi jashtëzakonisht shumë keq, ashtu si shumë të rinj brillant, me mendje të squar edhe që dinë se çfarë kërkojnë, e shfrytzuan teknologjinë për të ecur. Edhe për të mos rënë pjesë e këtyre një kufizimi që ndryshe s'kishin si e thyenin. Pikërisht. Përfshi thjesht kontekstin ekonomik tregun shqiptar për shembull. Nuk e di si e shikon ti, dhe nga ana tjetër pastaj hyn në lojë edhe algoritmat, sepse ti sot edhe juridikisht ne kemi edhe një ignorancë të theksuar, duke nisur nga unë e para, sepse ti je pasaj agreementit, ti downloadon diçka, një aplikacion dhe jep ok, dhe ty telefoni po të dëgjon. Minimalisht dëgjon. Përdor kameran, çdo gjë. Vrojton lëvizjen, sjelljen, vëmendjen. Mjafton ti të bësh një test që të qëndrosh tek këto video që kalojnë Reels tek një, po themi, përmbajtje të caktuar. Qëndroj një sekond më tepër dhe tashmë je interesuar. Dia apo bardhje, një gjyq që po bëhet lidhur me një nënë që ka vrarë 3 fëmijët e vet. Dhe filluan vetëm video të kësaj natyre ka 2 ditë dhe un kam ndjenjur larg rrjeteve sepse më sjellin të njëjtat përmbajtje pra. Dhe në këtë situatë mendoj që ka bërë disa dëme teknologjia, po ama teknologjia është aty për njerëzit që tin ta përdorin, që janë të zgjuar, që kanë receptor të fortë për të dalë nga kjo hipnoza pra. Do thuar sa do e bëjmë? Nuk e bëjmë dot 100%, edhe unë që po flas dhe i shpjegoj studentëve për këtë gjë. Ka momente që ndihem e varur, po ama mjafton që këto aftësinë ti kalisim, sepse mendoj që Kristiana, ne edhe fëmijëve kur ju japim në dorë një celular, nuk mund t'ju japim në dorë një celular pa këtë paketën trajnuese, pra çfarë je duke marrë në dorë. Se që aty fillon, që kur mendojmë ti fëmijë e 5 vjeç ta ekspozojmë para këngëve në YouTube se është mirë që të dëgjoj pak anglisht etj, dhe aty duhet i shpjegojmë që aty duhet i shpjegojmë fëmijës. Në fakt, është fat që unë s'jam bërë ende nën.
fëmijët nuk duhen ekspozuar fare me teknologjinë. Po fare, e di që kanë qejf të bëjnë robote, kështu duket mbetje. Si do ta shmangësh 100%? Nuk e shmang dot. E di se nuk e shmang dot. Sepse fëmijët do shkojnë në kopësht ku është teknologjia. E qartë, mos më çojë homeschooling tani, se më fatkeqësisht ajo rregullohet me ligj. Pra është përtej vëmendjes, intelektit, çfarë po i bëhet frying the brains, do thoya, më çfarë po i bëhet trurit si organ të fëmijëve dhe jo vetëm, është e frikshme. Po ka një gjë tjetër, edhe për mua nuk është konspirative. Nëse vitet e fundit quhej Internet of Things, pra rjeti lidhte gjithçka, e-commerce, media sociale, postimet. Tani është duke u krijuar, është shumë konkret madje, tjetër gjë që unë e them në Shqipëri vjen pak me vonesë vala. Internet of Bodies, që do të thotë, duhet mendojmë veten sikur jemi plugged in, jemi të futur me prizë në një sistem, që ti nuk e ke fare atë që sovranitetin mbi veten. Pra, unë e vëre, se kam aftësinë observuese edhe për shkak të punës që bëj, mua celulari jo vetëm më tregon gjëra që kam interes, që unë me shafela përdor në qëllimshme. Unë dua të blek kputç, unë qëllimisht e shkruaj atje dhe nuk vras mendjen të gjej dyqani se më dalin kputcët para. Apo dhatë të gruas thjesht e bindur, thjesht injoroj 2 herë dhe nuk do të dalë më. Në këtë sens kush i ta përdori, algoritmi është inteligjent në sensin që i intereson vëmendja jote, jo detyrimisht çfarë do ai. Domethënë mund t'ia diktosh, po ti je i zgjuar për mbajtjen që të ofron. Por, unë kam vërej që në celular shikoj gjëra që unë ndëroj. Edhe unë kam një botë ëndra shumë të pasur dhe që dhe i mbaj mend kryesisht, e kam trajnuar veten dhe për atë gjë, përveç se vite normalisht, dhe kur unë shikoj në celular atë që ndëroj, disa psikolog do ta shpjegonin me të shkruar filtri, atë historinë e makinës të kuqe apo ku di unë diçka që tipo ke pritshmërinë ta shohësh të gjë tani në realitet. Unë i kam shumë të qarta këto gjëra. Po është përtej asaj dhe është një dëshmi që kam nga gratë me cilat unë punoj. Që do të thotë këtu nuk jemi vetëm në kushtet algoritmit që unë e diktoj apo fizikisht e shkëpus nga vetja ime mjetin, por jemi në kushtet që ne jemi pjesë e fushës. Dhe madje kur njerëzit mua më thonë që nuk besojnë në astrologji, unë i them beson në Wi-Fi, sepse Wi-Fi ti nuk e shikon, por ti e di që është operativ sepse të lidhet me celularin. Dhe kjo fusha Wi-Fi që ne nuk e shikojmë është tani aktive dhe është integruar edhe trupi apo psiqika e njeriut me këtë fushë. Ka nisur dhe do vazhdoj të bëhet. Ti që nuk do të jesh pjesë e sistemit, në fakt je pjesë e sistemit. Unë vetëm duke hyrë në pyll e shmang. Sistemit i duhen dhe disa njerëz që të flasin kundër sistemit, unë vetëm duke hyrë në pyll, dhe aty me shumë vështirësi dhe tani e dim edhe luftën që është hapur me pyet që s'është as pak rastësore, mund ta shmang. Ka njerëz që kam 2-3 vite, por unë nuk e marr absolutisht fare thash informacionin nga bota shqiptare. Përsëri nuk po them se mungon apo është i keq, thjesht unë nuk e marr prej atje. Edhe ka shumë njerëz që më krahasojnë me Alfred Çakon. E par dje për herë të parë më doli Alfredi në Facebook, që jam rikthyer tashmë për shkak të protestës kryesisht, dhe qëndrova ta dëgjoja dhe kuptova pse më krahasojnë me Alfredin. Po thoshte të njëjtën gjë që un kam informacion dhe bindje se ndodh. Këtë përfshirjen ton me rjetin dhe si e vetmja mënyra aratisje do ishte një integrim i fort, i thellë dhe shkëputës plotësisht nga kjo në natyrën e egër, ndonjëherë edhe si vetë arsye për të mbijetuar, jo thjesht jetuar, sepse edhe nëpërmjet vaksinave apo kimikateve dhe mineraleve që ne ekspozohemi me ushqimin, me ajrin, me ujin, me gjitha ato gjën që Zoti e di sa mua më inatosin kur shikoj qiellin e zgaravitur, sepse nuk janë fumes, nuk janë çlirime të zakonshme avionash. Njerëzit po të duan ta vërejnë se kjo është një temë shumë e madhe dhe pranë zemrës për mua në sensin luftarak. Mund të shohin kohët e fundit, nuk ka qenë qielli i zgaravitur, por avionat vazhdojnë qarkullojnë normalisht, që tregon ndër të tjera që ato nuk janë nxjerrje të zakonshme. Ato janë minerale, kryesisht mosgabofsha aluminium dhe barium, si jam e bindur, tash nuk shquhem për memorie shumë të mirë, mbaj mend thelbin që më intereson. Ajo shkarkon në ujë, shkarkon në tokë, dhe ti dhe kur hap perime që mendon se pa shëndetshëm, përveç pesticideve, je duke marr ngarkesa toksike dhe minerale që janë pjesë tashmë të një ciklit natyrshëm. Jam shumë dakord me gjithë ato që do rikthehem që pasuria e trupit ton tani edhe me minerale na ka bërë në pjesë të kësaj që është Internet of Bodies. Kjo për mua është një shoqëri e frikshme, edhe që mendoj se njerëzimi e ka jetuar më përpara, edhe ka qenë vetë shkatrim. Sepse duke i dhënë madje kaq fuqi teknologjisë, jemi duke dobësuar njeriu, që nga intelekti që shpjegohet shumë lehtësisht, pa e thelluar,
Dhe një njeri do bën teknologji e fortë, nuk mendoj se është një ardhmë e bukur për njerëzimin. Mos harron për pjesën që njeriu nëse deri tani kishte besime, nuk e di, unë te Krishti, dikush tjetër te Zoti Allahu si e quan, dikush tjetër te yjet edhe se qojta vetes si besimtare të tyre. Pra te një forcë më e madhe apo edhe te natyra, tani njerëzit do nisin mendoj, do bëhen i thtar të teknologjisë. Nuk e di se po e them as folën të ardhme se e shoh që është për shumicën është. Po cilat janë zgjidhjet pra? Si zgjidhjet që që mund të ndodhin, se ideali do ishte kjo, që ne ta ratisemi, të shkojmë të jetojmë në pyje, të jetojmë në natyrë, po them ajo po nuk e bëjmë dot. Më duket sigurisht as ideale, se sa më duket si mjet mbijetese, megjithatë. Përveç se një zgjimit të madh masiv që unë e shoh që po ndodh, edhe Gen-zia që vetë përdor shumë teknologjinë, kam përshtypjen është shumë edukuar edhe për dëmin e teknologjisë, ose të paktën dje protesta kundër data centers në SBA po bëhen nga studentët. Kështu që përveç një vetëdijësimi shumë të madh për dëmin që apo sjell natyror edhe organik biologjik të njeriu, nuk shoh mënyrë tjetër shpëtimi. Unë kam dëshirë të mendoj që vetëdia po rritet dhe do rritet dhe një njeri ka efekt domino, pra kundërçon një dritë ka kapacitetin të jap dritë gjithë një dhomë të errët, por nuk jam shumë optimiste për disa fragmente shoqërore të paktën. E di që disa thjesht do jenë pjesë e kësaj dhe ndoshta do ndodh një që është parashikuar apo paramenduar, shpjeguar nga teknika dhe persona të ndryshëm, dhe që sociologjikisht e themi matë ishte mund zgjidh binjakun, potencialisht mund të ketë një ekzistencë paralele ndërmjet shoqërive njerëzore. Pra njerëz që qëndrojnë më tepër të organike dhe me kufi shumë të qartë me teknologjinë, ose dhe mos përdorim, po mendoj se kufi shumë të qartë me teknologjinë, dhe njerëz që do jenë vartës në mënyrë literale, sklever të teknologjisë. Botën po e qeverisin këto kompani teknologjike, si mendon? Mendoj se është shumë komplekse. Është komplekse. Bëra një pyetje që as në një podcast tjetër nuk e shtjellojmë dhe zaurojmë dot, por tani më erdhi kjo pyetje. Shumë që edhe se përgjigja duhet të jetë që është shumë komplekse. Mendoj se kompani teknologjike janë mjet i atyre që qeverisin apo tentojnë të qeverisin botën. Unë dëshiroj që botën ta qeveris hynorja, apo unë i dhe emrin për atë që mund ta kuptoni më lehtë, le të themi Krishti, nuk po, që mos e komplikoj. Për të tjerët, mendoj se teknologjia është mjeti, që eventualisht mund të bëhet edhe mjeti dhe vetë qeverisësi. Madje në shumë kuptime si ezoterike, edhe fetaret në profecitë e tyre, edhe në shkenca okulte, teknologjia barazohet me antikrishtin, që e konsiderojmë. Dhe nëse Krishtin e shohim si vetëdia, apo shpirtërorja, apo frymorja, dhe po them Krishtin ndoshta bëj gabim, le të themi krijuesin, se nuk dua që të nxjerr nga ekuacioni njerëzit që nuk kuptojnë Krishtin si unë, apo dhe se ndjekin fare. Le të themi hynorja, apo organike, ajo që ka krijuar Zoti. Dhe teknologjia është tentativa e njeriut për mendimin tim që të bëj Zotin, duke bërë këtë gjë, do të jap shumë fuqi teknologjisë, dhe teknologjia vetvete nuk ka vetëdije. Ka një lloj, këto LLM-et që po krijohen, kuptohet një inteligjencë, por është e pranueshme që ajo është artificiale, mbetet kontekst artificial. Në këtë sens kemi të vetëdijshme dhe të pavetëdijshme, Krishtin antikrishtin, Zotin antizotin, në terma të thjeshtë. Mendoj se është e pashmangshme që një fragment i shoqërisë do nis të adhurojë dhe të jetë sklav i kësaj të keqes. Që ndonjëherë është edhe nevojshme në bashkëtesën e dualitetit që ka toka. Që keqja nuk ekziston pa të mirë dhe mira pa të keqen, errësira me dritën, drita me dua ta mbledh këtë bisedë me një pyetje tjetër, ama se këtë nuk e shtjelluam këtë pyetje në kush e qeverisë lëmë kaq. Komplekse, edhe gjatë. Komplekse, po pyetja ime e fundit në këtë bisedë është që a ka ndonjë pyetje që ti do doje që unë ta kisha bërë, po nuk e bëra? Mund të kishte shumë, por në kuadër të asaj që unë dhe fillova me vigjëreshën, me shënmërinë, me bletës si shoqëri njerëzore, po dhe me pikën e fundit që s'mbajti më ujë që ishte zvërneci, dhe që lidhet me këtë që tham tani në fund, mendimin tim që njeriu duhet të nisë të shenjtërojë natyrën si krijuese. Ka qenë problem, unë analizën time madje e çova që herën e fundit që ndodhi konfigurimi i kësaj pranvere për njerëzimin, ka qenë kur njeriu ndaloi të paturi figurina apo admirim për zonjën, për tokën fertile, që ishin ato figurinat që janë me shumë organet të egzageruara të fertilitetit, le të quajmë të tilla.
dhe kaloi te një zot në qell. Pra ju dha një natyrë patriarkale dhe shkëputje ndaj hynores. Është momenti që duhet integrohen të dyja bashk, edhe të bëhet ai kuptimi që thash unë zoti jo gjinor, zoti të dyja, si krijues është krijues edhe mashkull edhe femër, dhe femërores dhe mashkullores. Por duke qenë se kemi patur tashmë epokën që është admiruar mashkulloria dhe një zot i largët, mendoj se ka ardhur momenti që njerëzit kujtohen që janë në tokë, janë të përbërë plotësisht nga elementë që gjenë në tokë. I vinë nga toka dhe i rikthehen tokës. Ushqehen dhe rinë gjallë me ajrin, oksigjenin, gjithçka që prodhon vetëm toka. Në këtë sens mendoj se ka ardhur momenti të shëntërohet toka si toka mëm. Ka një problem shumë të madh, po e diskutoj edhe dje me shqiptarin, që dhe tokën kur e dëshiron apo ka interesa, e ka plotësisht në format pronësie, siç ka edhe gruan tradicionalisht. Domethënë shikohet femërorja si pronë, jo si një gjë që krijon, edhe që ta adhuroj apo admiroj apo respektoj për faktin që është krijuese edhe dhënëse jete. Përsëri gruaja toka nuk janë shumë larg, edhe pse na i ndajmë. Pra, jemi në momente që thash, vetëdia femërore është rritur shumë, edhe është punuar shumë. Edhe nëpërmjet vuajtjeve dhe shkeljeve, ose dihet ajo që duhet ta shkelje që të ngrihesh ose të kalosh aty në pikën më të fundit. Kauza pse nisi protesta pavarësisht sa është pasuruar, ishte për shkak të dëmit që po i bëhej tokës, dhe gjithashtu teknologjia është një armë shumë e fortë që po kundërshton pikërisht tokën dhe vitalitetin e saj. Kështu që unë do ta kisha një lutje për te astrologjisë, për te teknologjisë, për te protestës, që të nisë të rikujtohet respekti dhe eventualisht shenjtëria e tokës. Se mendoj se kemi haruar plotësisht si njerëzim, absolutisht edhe si shqiptar, se nuk mendoj se një shqiptar që ta respektonte tokën, jo vetëm si pronë të trashëguar, nuk po e them imitues paktallës, qëndron, por jo vetëm si një pronë të trashëguar, po si një gjë nga vjen jeta, edhe që të lidh ty me të qenit shqiptar sa të emri ke vënë kësaj toke, si diçka që pikërisht nga kjo ti ke ardhur, nga kjo jeton, nga kjo frymon, mbi këtë frymon. Po të kishim këtë bot kuptim, s'do kishim as Albanian Files, as zjarret që kemi, as zvërnecet investitorët dhe idetë që kemi për zhvillimin e jetës edhe të shoqërisë. Se kjo do ishte integrale me respektimin e shenjtërisë të tokës. Kështu që në një pikturë shumë të madhe të njerëzimit dhe pastaj edhe të Shqipërisë, do doja shumë të fokusoheshim tek shenjtëria e nënës natyrë. Po e mbyllim me këtë mesazh, Kristiana, të falenderoj shumë që ndave me ne ko pafund. Faleminderit. Nuk e di si u ndjeve ti, po besoj që ata që po na dëgjojnë ne bëjmë vlerësime më mirë se ne dyja, me thënë të drejtën, dhe shpresojmë që t'ju kemi dhënë kohë të shëndetshme, edhe kohë që t'i bëj edhe të ngren disa pyetje. Unë kam qëllim gjithmonë të provokoj mendime. Edhe është interesante edhe në konsulta njerëzit ndonjëherë vinë për të marrë përgjigje dhe unë ju jap shumë pyetje prapsht. Sepse mendoj që në kuadër të dashurit i bën njerëzit sovran. Po zyshat e mira japin dhe detyra. Detyra shtëpie gjithmonë. Patjetër. Madje përdor termin detyrë shtëpie. Patjetër. Kështu që detyrë shtëpie ishte ajo për tokën, dhe detyrë shtëpie gjithmonë të ngrem pikë pyetje, mos marrim gjëra të mëshëna, edhe të vendosim pak trurin në punë. Sepse e kemi deleguar aftësinë tonë menduese, kapacitetin reflektiv edhe discernment është në anglisht, gjykues të shëndetshëm, jo gjykues si gjykim për gjykimi të shëndetshëm. Gjykimi të shëndetshëm, të mirë informuar dhe të edukuar. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit për hapësirën edhe për veshët kur do dëgjoj.